Me mbrëma miqtë e ekranit televizionit Kanal 7, mirë se erdhët në studion e televizionit Kanal 7, ashtu siç kemi anoncuar dhe në spotet publicitare, po fillimisht duhet ju falenderoj për vëmendjen dhe besnikërinë që keni nëpërmjet ekranit televizionit Kanal 7, pasi jo vetëm në valët e televizionit Kanal 7, po transmetimi live dhe në rrjetin social Facebook ka korruar sukses. Mbi 13.000 persona kanë parë emisionet politike që janë transmetuar në televizionin Kanal 7 dhe në rrjetin social. Kjo është vërtet kënaqësi pasi vlerësohet puna jonë. Ndërkohë që kemi thënë që më herët që do të diskutojmë për sa i përket 25 qershorit, pasi jo vetëm Gjirokastra, por gjithë Shqipëria do të thirren në 25 qershor tek kutitë e votimit për të bërë zgjedhjen e duhur dhe pesha e votës është e rëndësishme. Pra, tidhet vota aty ku duhet është një element shumë i rëndësishëm dhe shpesh bisedat, të cilat vijmë në shtëpitë tuaja, ndoshta edhe nga ata që nuk preferojnë të shkojnë nëpër takimet elektorale, nëpërmjet shtëpive tuaja, bëni pyetjet edhe do të merrni përgjigjet edhe ata që janë komuniteti gri që është ende i pavendosur. Sipas spotit publicitar, ju e dini që në studio kam Vangjel Tavon, politikanin e njohur tashmë, që faleminderit që u rikthyet në studion e televizionit Kanal 7. Faleminderit që më ftuat. Në fakt nuk besoj se do të bëjtë një pyetje siç kanë bërë edhe dy persona që kanë qenë përpara në karikën që jeni ulur sot, pra kush është Vangjel Tavo, kjo pyetje nuk vlen. U rikthehet në studion e televizionit Kanal 7 dhe po kthehem pas në kohë në 2013 për të krahasuar pak me 2017. Në fakt pak a shumë nuk kemi ndonjë ndryshim të madh. Këtu do të flas për Lëvizjen Socialiste për integrim përballë forcave të tjera. Edhe pse jeshit në koalicion me Partinë Socialiste, duket se në qarkun e Gjirokastrës në 2013 dhe në 2017 është e njëjta gjë. Jeni në përballje të fortë, edhe pse në 2017 nuk jeni më në koalicion. Pikësparit dua të theksoj edhe një herë dhe t'ju falenderoj që më dha mundësinë, më jepni mundësinë që të komunikoj me elektoratin edhe nëpërmjet ekranit televizionit tuaj, elektoratit, për të diskutuar me elektoratin, për të ndarë me elektoratin mendime, për të përmirësuar punën tonë si politikan. Kemi qenë vazhdimisht dhe këtë nuk e bëjmë vetëm në fushat elektorale. Jemi përballë forcave politike, si thoni ju, në përballje, por që ka një ndryshim. Po? Ka një ndryshim. Pikë së pari, ndryshimi qëndron tek mënyra se si këtë vit kandidojnë forcat politike. Pra, nuk kemi më koalicion, jemi secila forcë politike, jemi në përballje direkte me elektoratin, duke paraqitur alternativën secila forcë dhe duke kërkuar besimin e elektoratit pa koalicion. Dhe kjo ndryshon paksa mënyrën e ndarjes së mandateve. Kjo është e vërtet, por ajo që thashun ishte sulmi që është bërë, e njëjta gjë ishte në 2013, e njëjta gjë është tani. Pema që ka fruta normalisht do të goditet. Ha, dakor. Që unë nuk shqetësohem fare nga sulmet, absolutisht jo, jam shumë i qetë, shumë i qetë, po vazhdoj punën time pa atakuar asnjë prej kandidatëve, po asnjë gjë që nuk ndodh me forcat e tjera politike, që në vend që të parashtrojnë program para elektoratit, ku shkojnë takime elektorale, ata sulmojnë Vangjel Tavon, sulmojnë LSI-n. Në këtë fushat po shohim edhe diçka tjetër që janë futur deri tek familja ime. Ndërkohë që unë, ashtu sikurse kisha premtuar elektoratit të qarkut Gjirokastrës që në ditën e parë kur filloi fushata, që fushata jon ka të bëjë vetëm me kontaktet me elektoratin, me përballjen me elektoratin të alternativës tonë, të punës tonë që kemi bërë gjatë gjithë këtyre viteve dhe as pak me forcat e tjera politike, as pak me personat, sidomos me kandidatët që kandidojnë, duke i atakuar ata ashtu sikurse ndodh ndërkohë nga pala tjetër, që atakojnë personalisht mua. Pra, ne shkojmë takojmë elektoratin dhe paraqesim programin tonë. Ata në vend të programit të tyre nuk paraqesin program, flasin mbrojtshkulla dhe atakojnë Vangjel Tavon. Ne shkojmë takojmë elektoratin, paraqesim alternativën tonë, ata absolutisht shkojnë takojnë elektoratin dhe sulmojnë LSI-n. Ne shkojmë bashkëbizetojmë elektoratin dhe unë nuk e bëj për herë të parë, e bëj për herë të 7. Jam sot i vetmi deputet në Kuvendin e Shqipërisë, në 140 deputet, që nuk kam ndruar kur zonë elektorale, ngela i vetëm. Në mandatin e mëparshëm ka pas edhe ca të tjerë. Pra sot jam i vetëm dhe shkoj përsëri për herë 7 për të kontaktuar me njerëzit, me votuesit, me elektoratin, me popullin
ndërkohë që ata e kanë për herë të parë dhe normalisht duhet shkojnë të prezantohen, të paraqesin program. Nuk e bëjnë, përsëri vazhdojnë sulmojnë elektoratin. Unë jam i bindur që elektorati me mençurinë, me qetësinë që e karakterizon sidomos qarkun ton, do të bëjë zgjedhjen e vet. Dhe për këtë jam shumë i qetë dhe prandaj do të vazhdojmë si forcë politike të qëndrojmë parimit ton të qetësisë në fushat elektorale, do të qëndrojmë premtimit ton që i kemi bërë elektoratit për të bërë një fushat të qetë, një fushat të kulturuar, ashtu sikur se e meriton. U rikthyem në studio me sa duket sot që nga dita e problemeve, pasi na stakon energjinë elektrike për pak sekonda, patëm dhe disa probleme me çështjen e zërit. Kërkoj ndjes shikuesve të televizionit Kanal 7, por dhe shikuesve që na ndjekin drejt për së drejti live në rrjetin social Facebook dhe janë të shumtë me sa shoh. Faleminderit që na ndiqni. Kërkojmë ndjes për këtë shkëputje, por rikthehemi sërish te biseda jon. Gjithsesi në transmetim live kam përshtypjen se pranohen sa gjëra të vogla. Vetëm energji elektrike shpresoj mos na në Shqipëri. Shpresoj mos na ikin drita prap. Mua ka ndodhur për herë të tretë në këtë fushatë elektorale, kështu që mos u shqetësoni. Jo, nuk shqetësohem, besoj energjinë do ta kemi. Elam pra te biseda që po flisnim për sa i përket mandatit tuaj të 7 në Gjirokastër dhe ndërkohë që të tjerët të rikthehen për herë të parë, ishte ajo që unë kuptova gabim? Unë theksova që sot jam i vetmi deputet në kuvendin e Shqipërisë. Kandidoj për herë të 7 në të njëjtën zonë elektorale, pra në qarkun e Gjirokastrës. Edhe kur ka qenë mazhoritari është e njëjta zonë, dhe më pas që ndryshoi sistemi zgjedhor, dhe jam i vetmi deputet në 140 deputet dhe nuk e kisha në fakt, jo se nuk dua ta theksoj, se do ta theksoj dhe këtë fakt që unë vazhdoj të kandidoj në qarkun e Gjirokastrës, ndërkohë që ashtu sikur se edhe ju e thatë, forcat e tjera politike ashtu sikur se ka ndodhur dhe më përpara edhe në këtë mandat, paraqiten në Gjirokastër me kandidat të rinj. Unë i kam quajtur kandidat të importuar ose turist, kam dëgjuar nga të tjerët, në fakt nuk është shpreha ime, kjo turist në Gjirokastër vinë për turizëm, bëjnë fushat dhe pastaj largohen, ashtu sikur se ka ndodhur në Gjirokastër, që kanë marrë votat e popullit të Gjirokastrës, të elektoratit gjirokastrit, dhe nuk e kanë kthyer kokën pas për të parë që ekziston ai elektorat, çfarë premtimesh pjarojnë që kanë thënë dhe çfarë, se nuk bëhet fjalë për realizim premtimesh, sepse janë larguar dhe sot i shikojmë që kandidojnë në për zona tjera elektorale, sepse nuk mund të vinë Gjirokastër të përballen me elektoratin e tyre, me gjirokastritët, dhe përjedhoi forcat e tjera politike sjellin kandidat të rinj për të thënë që sot fillon historia e forcës tonë politike që vim ne, sepse nuk mbajmë përgjegjësi për të kaluarën, por kjo nuk është normale. Nuk është normale sepse realisht njerëzit e kanë kujtesën, aq më tepër që askush nuk mund të fyej dhe kujtesën, por dhe intelektin e komunitetit të qarkut Gjirokastrës, dhe nuk mund të vinë dhe të harojmë që këtu ka pas një vazhdimsi, ka pas 4 vite më parë kur kanë qenë ca të tjerë që kanë premtuar në emër të forcës tyre politike, dhe sot forca politike nuk i sjell më të përballen me elektoratin dhe në fundit të shpalosin alternativën e tyre, po kur shkon në zgjedhje, minimalisht elektoratit duhet në radhë parë të marrë një sqarim se çfarë ka bërë përfaqësuesi i tyre në kuvend, atij që i kanë dhënë votën para 4 vitesh. Kush do ta bëjë këtë gjë nga forcat e tjera politike? Pra, kjo për mua është në një farë mënyre një tradhti që i bëhet elektoratit të forcave të tyre politike, duke mos kandiduar të njëjtët persona dhe duke ardhur të tjerë në emër të forcës politike dhe kërkojnë përsëri vot besimin, pa patur asnjë program realisht dhe pa i sqaruar elektoratit se çfarë ka ndodhur. Dhe më e keqja është që ata nuk kanë harruar vetëm elektoratin e tyre, por kanë harruar dhe disa nga militantët e tyre që unë i kam hasur gjatë punës time 4 vjeçare këtu në Gjirokastër dhe shpeshherë ata janë përpjekur që t'ia hedhin fajin LSI-s edhe për këtë gjë. Në fakt, e prekëm pak në nisje të emisionit, thamë që ka një ndryshim nga 2013, por çfarë ndryshimi ka tek votat, për arsye se në 2013 në votat që ju tepruan, kalonin në koalicionit dhe mund të plotësoheshin. Kësaj radhe janë të drejtë për drejta votat për Lëvizjen Socialiste për Integrim dhe se cila parti ka votat e saj, kjo është ideja. Kjo do të ketë një ndryshim, do të ketë një ndikim tek LSI-ja, i trembeni diçka apo po kundrazi jeni më të qetë? LSI-ja nuk i trembet asgjë. LSI-ja nuk e ka problem. Pra nuk është problem fare për LSI-n ndryshimi kësaj radhe, jo i sistemi, se sistemi është i njëjtë, po i mënyrës së kandidimit të forcave politike jashtë koalicionit. Problemi është për forcat e vogla që nuk arrin dot pragun, që kanë numër të vogël votuesish, ata nuk mund të përfaqësohen në parlament me
deputetët e tyre. Nuk është problem fare për LSI, përkundrazi. Për ne si forcë politike është më mirë që ka ndodhur kështu, që më në fund, asnjë nga forcat politike mos thotë që jo po ne kemi pas LSI-n sepse LSI-ja na mori kaq vota dhe prandaj nxori kaq deputet, na ka marrë deputet neve kështu me radhë. Po të marrësh një analizë të 2013-s, marrim qarkun e Gjirokastrës. Ka qenë LSI-ja jo. Po të marrësh analizën dhe analizosh rezultatin e votave. Ka qenë LSI-ja jo që i ka dhënë Partisë Socialiste brenda koalicionit një numër jo të vogël votash, rreth 6.000 ca vota, që ka dalë deputeti i tretë i Partisë Socialiste Anastas Angjeli. Ose nëse LSI-ja, sipas sistemit zgjedhor, do kishte marrë 800 e pak vota më shumë në 2013-ën, do kishte LSI-ja 2 mandate dhe do kishte PS-ja 2 mandate. Pra sot nuk ka më trafik votash brenda forcave të koalicionit, në kuptimin pozitiv të fjalës trafik, lëvizje votash. Sot votuesit votojnë për forcën e tyre politike, për alternativën e tyre, dhe ajo vot numërohet për atë forcë politike. Dhe kjo është për mua është më e drejtë për forcën tonë politike. Kjo do të thotë se secila forcë politike do të peshojë vlerën e vetës. Që do të thotë padyshim që secila forcë politike do të peshojë votat e veta, vlerën e vet përballë elektoratit. Le të kthehemi pak te qarku i Gjirokastrës. E tha që riktheheni sërish në këtë qark, por unë do doja të dija problematikën që hasni dhe premtimet e radhës duke balancuar çfarë janë plotësuar në 4 vitet e kaluar dhe cilat janë premtimet e radhës dhe LSI-s për 4 vitet për të plotësuar. Pra, çfarë keni shkuar dhe keni thënë po, këtë e plotësuam dhe kemi të tjera për të plotësuar. Pra, përballja me elektoratin doja të dija në gjithë qarkun e Gjirokastrës. Unë kam pasur vazhdimisht, jo sot, jo në këtë fushat, por në çdo fushat elektorale, kam pasur parimin që të jem shumë i rezervuar në premtime. Të jemi rezervuar në premtime, padyshim që unë parashtroj programin e forcës time politike, programi i cili për mua është shumë objektiv, është një program i mirë studiuar, i mirë hartuar nga ekspertë shumë të mirë, vendas dhe të huaj, bazuar mbi nevojat e vendit dhe mbi mundësitë reale të buxhetit të shtetit për ta financuar këtë program, sepse programe elektorale kemi pas shumë, sidomos unë, populli po, ndoshta populli nuk arrin ta perceptoj programin elektoral dhe të bëjë ndryshimin nga programi i qeverisës, sepse ne që jemi deputet, që zgjidhemi deputet, shikojmë programe elektorale të forcave politike, që padyshim janë programe që bëhen nga njerëz ekspert, por nga ana tjetër jepet rifinitura politike e tyre, ajo demagogjia që ka programi, shkruhet me fjalë të mëdha të bukura dhe qëllimi kryesor është që të afrojmë sa më shumë njerëz duke parë programin, sa më shumë njerëz t'i bindim që të votojnë X apo Y forcë politike. Këto janë programe elektorale, Oriana. Ne nuk kemi program elektoral. Ne kemi një program qeverisës. Është një program jo shumë voluminoz, por është një program shumë i qartë. Është programi detajuar për fushat caktuara dhe programi studiuar dhe tregojmë është i qartë dhe tregojmë dhe mundësitë reale që kemi si vend, si buxhet për ta plotësuar, për ta përmbushur këtë program në mënyrë që ky program të jetë program qeverisës. Sepse unë kam parë, sikur se ju thash parlament, programe elektorale, që kur vjen puna mazhoranca ose forca politike që del forcë e parë në zgjedhje, atë program pothuajse hedh në kosh plerave. Kur vjen puna për të marrë votbesimin e parlamentit, te programi i qeverisës nuk ka asgjë të përbashkët nga programi elektoral i këtyre forcave politike. Dhe po ju këtë e them nga përvoja sepse i kam parë për shumë vite me radhë në parlament se çfarë po ndodh. Ndërkohë që po të shikosh programin elektoral, vetëm qielli nuk bashkojnë me tokën, gjithë tjerat i bëjnë. Okej, por flasim pak konkretisht. Konkretisht, sikur se ju thash, unë nuk jam deputet që premtoj shumë para elektoral. Premtoj ato gjëra që mund të realizoj. Dhe kur e them fjalën, e kam menduar dhe e kam peshuar mirë. Prandaj dhe kur dal tani përsëri mbas 4 vitesh përpara elektoratit, nuk dal duke thënë që më falni se bëra këtë. Por dal dhe them kam premtuar këtë, e kam realizuar, ndërkohë sikurse nëse kam arritur të bëj diçka më shumë, padyshim që do dalë do them që do bëj diçka më shumë. Patjetër kam dhe unë penjet e mia, kam dhe unë gjëra që edhe nuk mund mos i kem bërë, mund mos i kem realizuar. Prandaj jam këtu përsëri përpara njerëzve, përpara elektoratit për të kërkuar dhe falje, sepse në fundit nuk jemi më të mirët, njerëz jemi, bëjmë dhe ne gabime. Por ama jam këtu. I dal njerëzve përballë, u kërkoj falje atëre kur është për të kërkuar falje. Dhe nga ana tjetër s'kemi asnjë forcë politike, asnjë kandidat tjetër që të dali përballë njerëzve dhe të thotë, mirë unë LSI-ja e ka kandidatin e vet, që është deputeti aktual dhe që del dhe bën ballafaqim të atyre premtimeve me realizimet si deputet dhe në fundit ballafaqohet me elektoratin dhe parashtron
alternativën e vetë dhe programin e forcës vetë politike. Të tjerët nuk e kanë. Çfarë presim ne sot? Çfarë mund të bëjë elektorati i X apo Y force politike që mos t'i përmend, i Partisë Socialiste apo i Partisë Demokratike? Çfarë do të presi, domethënë, nga kandidatë të rinj të cilët thonë nuk marrin përgjegjësi për çfarë ka ndodhur. Ne erdhëm sot dhe sot fillon historia. Ka një kalë betejë Evangel Dava që thotë këtë premtova dhe ja ku e kam sjell? Ndërkohë që më thatë që kam prezantuar programin, pra planet për 4 vjeçaren e ardhshëm. Unë kam prezantuar... Dhe këtu flasë për investime për qarkun e Gjirokastrës. Unë kam prezantuar programin qeverisës të forcës time politike për arsimin, për shëndetësinë, për bujqësinë, për infrastrukturën, për turizmin. Pra, ky është programi i forcës time politike dhe nuk është program lokal, është program mbarkombëtar që padyshim ka specifikat e veta në çdo qark, siç është për shembull Gjirokastra, ka specifikën që është turizmi, padyshim se bëhet fjalë për qytet UNESCO, siç është përsëri në Gjirokastër bujqësia, blegtoria, që janë sektorë të cilët janë të zhvilluar, duhet të investojmë që të zhvillohen edhe më shumë, jo vetëm në Gjirokastër, kuptohet, por ka specifikën e vetë Gjirokastra si një rajon më tepër blegtoral, por edhe bujqësor. Pra, janë disa pika të programit të forcës time politike në disa fusha të caktuara, në disa sektorë të caktuar, të cilët unë i paraqes para elektoratit duke bërë padyshim dhe premtimet e mia. Ndërkohë që unë mund të dalë para elektoratit sot prapë dhe them po, unë e kam premtuar këtë dhe e kam realizuar dhe ka plot raste të tilla, sikur se po të them edhe një herë unë kam rrugën e Zhepës që e kam premtuar dhe nuk kam arritur të nxjerr financimin për rrugën e Zhepës sepse s'pata mundësi si deputet. E kam kërkuar disa herë në qeveri, sikur se kam arritur diçka tjetër shumë madhore për përmetin. Kam qenë unë ai, që e din gjithë përmetarët sot, kam qenë unë ai që kam thënë në Parlamentin Shqiptar që unë nuk e votoj buxhetin nëse nuk vendosni asfaltimin e rrugës Ure Leklit përmet. Ja ku po bëhet, po mbaron. Pra, deputeti për këtë është për të interesuar pranë qeverisë dhe për të lobuar për të nxjerrë fonde për zonën e vet elektorale, pra për qarkun e vet. Nga ana tjetër, deputeti del dhe jep llogari. Unë prandaj e kam penjë që nuk kam një koleg timin të forcave tjera politike që i kam pas para 4 vitesh që të ballafaqoheshin me njerëzit. E qartë, ajo që po shoh edhe nga mesazhet që vijnë si drejt për së drejti në Facebook, ndërkohë që nuk i kam parë ende ato të mesazhet në numrin e celularit që kemi afishuar, është se duket që ka një lloj stresi për deklaratën më të fundit zotit Basha, i cili deklaroi se janë shkarkuar 30 drejtorë të LSI-s dhe do të shkarkohen 300 të tjerë. Cili është opinioni juaj për sa i përket shkarkimeve që po bëjnë ministrat teknik, se kam përshtypjen ky është një stres i elektoratit që po na ndjek dhe nuk janë të pakët, si në rrjetin social Facebook dhe shoh që mesazhet po vijnë pafund edhe në telefon. E para unë nuk e di të janë shkarkuar, sa janë shkarkuar dhe sa do të shkarkohen, me sa duket zoti Basha mezi priste që të bëj pjesë e mazhorancës e kësaj qeverie, do më jo e mazhorancës, mezi priste që të bëj pjesë për të luftuar ndoshta LSI-n, po bën një gabim shumë të madh sepse do jetë pikërisht zoti Basha ai që ose edhe zoti Rama nesër e ka thënë zoti Meta që do t'i telefonojnë të parët Petrit Vasilit mbas zgjedhjeve. Përgjigjja ime ka qenë e qartë kurdo dhe në çdo takim qesh më mirë ai që qesh i fundit dhe ata që do qeshin të fundit do jemi ne të LSI-s. Ne nuk shqetësohemi as pak, as nga largimi i drejtorave, ndërkohë që është i pajustifikuar. Nga njëra anë ju thoni ka largim drejtorash, po nga ana tjetër mos harroni, ka një sër kallëzimesh penale nga njerëzit e LSI-s ndaj ministrave që janë vendosur tani, quheni teknik, quheni, po janë më shumë politik se politikën në fakt. Kështu që ka dhe një sër kallëzimesh penale sepse janë shkarkime të palishme. Dhe kuptohet është drejtësia ajo që do të thotë fjalën e fundit, por ne nuk shqetësohemi as pak nga ky veprim, përkundrazi, motivohemi më shumë. Na bën edhe më të fortë. Po harroni ju që në 2013 sa u larguam ne nga koalicioni me Partinë Demokratike, s'kishim, nuk njeli asnjë person këm njeriu në administratën publike. Çfarë ndodhi? Marr vetëm Gjirokastrën. Ndodhi ajo që LSI-ja nga 1005 vota që kishte deri atëherë arriti të marrë 12000 vota. Dhe jam i bindur që sot në Gjirokastrë, ky është objektivi im, që LSI-ja nga 14000 vota që kanë në zgjedhjet e 2015-s të arrijë në 20, ndoshta të kalojë 20-ën. Pra, nuk na bën gjë tjetër kjo, jo vetëm që s'na trëm, përkundrazi, na motivon. Na motivon më shumë për të dhënë përgjigje këtyre politikanëve të cilët bazojnë karrierën e tyre dhe të forcës tyre politike mbi luftën e pa princip ndaj forcave të tjera politike, ndaj LSI-s sidomos, dhe nga ana tjetër ndaj këtyre politikanëve që s'kan asnjë alternativë.
absolutisht asnjë alternativë për të bërë asnjë për ta parashtruar përpara elektoratit dhe bëjnë veprime të tilla të dështuara, do t'i quaja unë, dhe e bëjnë gjithmonë nga që janë për t'u qarë hallin, kanë ardhur në këtë pikë. Shikojnë forcën e tyre politike, shikoni PD-n si është ka ta ndisur sot dhe prisni akoma, do ta shikoni, s'keni para asgjë akoma, kanë thënë. Do ta shikoni në datën 25 qershor. Këto janë veprime që do të kthehen në bumerang Partisë Demokratike dhe janë veprime që do ta motivojnë edhe më shumë LSI-n në mbar vendin për të arritur objektivin e vet, forcë e parë në qarkun e Gjirokastës. Ne jemi forcë e parë, se po flasim tani. Në fakt jeni treti që natë karike po thoni forcë e parë. Unë e them sepse jam. Kështu më thanë edhe të tjerë, megjithatë të tjerët nuk janë dhe pretendojnë të bëhen. Unë jam dhe pretendoj të ruaj trendin për të qenë forcë e parë në Gjirokastër. LSI-ja është sot forcë e parë në raport, do me të flas gjithmonë për zgjedhjet e 2015, zgjedhjet e fundit. Po. Ne jemi forcë e parë. LSI-ja është forcë e parë, Partia Socialiste është e dyta me 1160 vota pas. Unë nuk po e them thjesht se e kam dëshirë, padyshim që e kam dëshirë, po e them sepse është dhe fakt. Jemi forcë e parë politike dhe do vazhdojmë të jemi forcë e parë politike me një rritje të konsiderueshme votash, ndoshta edhe dyfishim të rezultatit. Po më thoni pak për sa i përket marrëveshjes së Rama Basha, ka qëllimin kryesor shkatrimin e LSI-s, kjo është ideja? Dgjoni, nuk shqetësohem as pak. Megjithëse pashin stres për largimet nga puna, kjo është ideja. Nuk më shqetëson as pak se kush është qëllimi i marrëveshjes, as pak absolutisht, vetëm mos harrojmë që ndryshe kanë qenë kushtet e vitit 2008 kur bën ndryshimet kushtetuese të zgjedhjeve të 2009-s për LSI-n dhe ndryshe janë kushtet sot që LSI-ja kur nuk arriti të shkatrohet nga marrëveshja Rama-Berisha në 2009-ën dhe jo vetëm u përfaqësua në parlament, por u bë dhe pjesë e qeverisjes sepse ishte LSI-ja kingmakeri që u bë qeverisja atëherë sepse ishin detyruar dhe LSI-ja për të mirën e vendit sepse ishte fal LSI-s ajo qeverisje që u bë në 4 vitet 2009-2013 që u bën reforma shumë të rëndësishme dhe që shqiptarët fituan edhe liberalizimin e vizave dhe një sër reformash tjera shumë domosdoshme për vendin që Shqipëria hodhi një hap më shumë drejt rrugës së saj drejt integrimit evropian. Dhe janë pikërisht përsëri sot deputetët e LSI-s, pjesë e mazhorancës, të cilët kanë kontribuar fuqishëm dhe e ka pranuar Edi Rama, që pa LSI nuk do t'i bënim dot këto reforma, që kemi bërë përsëri, kemi qenë pjesë e këtyre reformave shumë të rëndësishme për vendin. LSI-ja shpesh e ka treguar që ka qenë stabilizator në politikën shqiptare. Ka qenë pikërisht forca që ka kontribuar fuqishëm për stabilitetin politik të vendit, sepse e dim shumë mirë që stabiliteti politik i vendit është shumë i rëndësishëm edhe për stabilitetin ekonomik të vendit. 3 muaj krizë politike në Shqipëri dhe shumë sektor jetik të ekonomisë janë prekur. 3 muaj krizë politike në Shqipëri për çfarë? Pa më thoni. Për të zgjidhur 3 muaj të krizës për 3 orë dhe fal këmbguljes së LSI-s Ilir Metës, fal këmbguljes dhe presionit të Bashkimit Evropian, të partnerëve tanë pra, dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për 3 orë u zgjidh kjo krizë kaq e madhe. Pra, ishte vërtet kaq krizë? Mund të bëjmë pyetje, domethënë, nuk e di si e kuptoni ju, sepse unë nuk e kuptova. Dhe u zgjidh kjo krizë kaq e madhe. Ka qenë Ilir Meta i pari që artikuloi fjalën ka humbur besimi i forcave politike për zgjedhje të lira dhe ndershme dhe demokratike. Dhe në këto kushte duhet të krijohet qeveri e besimit. A ka qenë Ilir Meta? Atëherë të gjithë e panë skepticizëm, çfarë po thotë ky? A çfarë arritëm sot? Arritëm qeverinë e besimit. Atë që Ilir Meta e tha që në momentin e parë. Ka qenë Ilir Meta që tha, po, të krijohet qeveri e besimit, të vi opozita në parlament, të votohet vettingu, të marrë pjesë opozita në zgjedhje. A mund të konceptojmë, të perceptojmë zgjedhje pa opozitën? Mund t'i kuptojmë sot? Do të ishte e pamundur, do të ishte fatale për vendin, jo për demokracinë, vetëm, por për vendin do të ishin fatale. Dhe prandaj sot, fal kësaj këmbgulje dhe presionit pozitiv dhe të Ilir Metës dhe të partnerëve tanë, sot jemi një hap shumë më afër Bashkimit Evropian, sot kemi miratuar vettingun, kemi opozitën në parlament që është shumë e rëndësishme, në zgjedhje që është shumë e rëndësishme dhe ne besojmë shumë që mbas këtyre zgjedhjeve do të kemi një rezultat zgjedhor të pranuar nga të gjitha forcat politike, se vetëm kështu ne mund të pretendojmë që po i bëjmë shërbim vendit tonë dhe jo forcës tonë politike. Vetëm kështu mund të pretendojmë që Shqipëria do të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian, se është ëndër e gjithë shqiptarëve që nga viti 90 dhe çdo politikan që ka kaluar ka premtuar këtë gjë. Ndërkohë që kur vjen puna për ta realizuar, gjithmonë janë tërhequr mbas interesit personal apo të forcave të tyre politike.
Në fakt, për krizën, vetë Instat raportoi faktin që janë larguar kompanit huaja nga Shqipëria, vetëm gjatë muajit prill. Gjithsesi, le kthehemi pak në politikën në qarkun e Gjirokastës. Si e shikoni fushatën? Duket sikur atakimet janë vetëm kundrejt jush. Nuk më shqetësojnë as pak. Po ju a them përsëri, jam gati të përballem me çdo kandidat, me çdo kritik, me çfarëdo gjëje. Kur unë nuk shqetësohem jo nga kritikat dhe atakimet, kur unë nuk shqetësohem as pak edhe nga balta që po hedhin për ditë, se nuk shqetësohem. Se unë jam njeriu që përballem, dal përballë elektoratit, takoj njerëzit, takoj elektoratin, nuk shqetësohem as pak. Jam këtu dhe kam marrëdhënien time dhe marrëveshjen time vetëm me elektoratin, me asnjë kandidat, me asnjë forcë tjetër politike. Prandaj le të bëjnë, unë po bëj punën time. Dhe puna ime është kjo: kontaktet të përditshme, të vazhdueshme me elektoratin, paraqitjet e alternativës time, të alternativës forcës time politike dhe asgjë tjetër. Këta jemi ne, kjo është rësia. Ata le të vazhdojnë, të hedhin balë, të atakojnë mua, të atakojnë familjen time, sepse mendojnë që vetëm kështu do të arrijnë që të ngrënë ndoshta përqindjen e votave. Po bëjnë gabim të madh. Unë e them këtë edhe nga përvoja. Ata ndoshta e bëjnë dhe nga mungesa e përvojës. Ndoshta, dhe them që do të ishte më e pakta nëse e bëjnë nga mungesa e përvojës këtë që bëjnë. Por kam përshtypjen se e bëjnë jo vetëm nga mungesa e përvojës, por sepse i ka zënë paniku. Janë të panikuar nga rezultati zgjedhor, nga humbja e madhe që do psojnë. Dhe do të jemi këtu në datën 25 dhe 26 kur shikojmë rezultatin zgjedhor. Megjithatë, u drejtuat prokurorisë, ndërkohë që shoh që Partia Demokratike sot ka nxjerrë edhe disa pamje në cilat aludon se në Tepelen në mos gaboj, po Partia Socialiste po jepte disa qese. A shpërndani ose më saktë a bleni votën? Atëre, nuk është pjesë e filozofisë time, as e forcës time politike, po e filozofisë time, sidomos Evangel Tavos, as blerja dhe as shpërndarja e asgjëje. Ata kuptohet përveç atakimit tim personal të familjes time, gjetën dhe një rast, shfrytzuan një rast në një takim në Zinxhira, duke u trembur, u panikuan nga pjesëmarrësit, nga pjesëmarrja masive, edhe pse ishte miting atë ditë në Gjirokastër, dhe ishte takim, më falni, në Gjirokastër i vetë kryeministrit, pjesëmarrja në Zinxhira ka qenë masive dhe nuk e dia e keni parë, domethënë, dhe u panikuan nga kjo pjesëmarrje kaq e madhe dhe gjetën fugonin i cili shpërndan, më falni, transporton kariget, bazën materiale të takimeve të mia dhe është normale. Çdo forcë politike ka këtë gjë. Morën shkas nga ky fugon, fotografuan fugonin, ndërkohë që unë morën një fotografinë time që në fund fare të takimit, unë po ndahesha me njerëzit, po takoja njerëzit dhe nuk ishin pak, ishin 20-30 veta. Vaj halli nëse jo unë, që nuk e kam bërë kurrë në jetën time, po cili do deputet apo përfaqësues i një force politike të dilte kështu publikisht në mes të ditës dhe të merrte thasët. E imagjinoni të isha unë i ngarkuar me një thas dhe të shpërndaja mirë. Këto janë absurde, këto janë pabesueshme. Kuptohet, për çdo atakim që më bëjnë mua, unë nuk e kam asnjë problem fare. Do përballen, po e them prapë, do përballen me elektoratin. Ndërsa për çdo shpifje ndaj personit tim, do të përballen gjithmonë me drejtësinë, ashtu sikurse e bëra. Zotava, apo bëni, meqense forca juaj politike po drejton disa nga institucionet në Gjirokastër, apo bëni presion administrat? Këtu jemi, kush është personi që ndihet i kërcënuar nga drejtuesit e forcës time politike, unë jam gati të përballem dhe jam gati që sot ta largoj. Nuk bëhet fjalë, biles në çdo takim, jo sot, gjithmonë në të gjitha takimet i kam patur me përfaqësuesit e LSI-s në administrat, dy gjëra u kam thënë. Me drejtuesit, po dhe me përfaqësuesit e tjerë. Dy gjëra, jo sot, 4 vite me radhë. U kam thënë, respektoni njerëzit, respektoni ata që ju vinë në institucionet tuaja, se mos harroni që ata janë allëgjin. Dhe mos harroni që këtë pozicion që keni, unë i pari si deputet dhe gjithë ju, e keni për atyre njerëzve që na kanë respektuar dhe na kanë votuar. Respektojini ata se vetëm kështu forca jonë politike mund ta ndjej veten se po e bën detyrën ndaj elektoratit të saj, ndaj popullit të Gjirokastrës. Kjo është e para dhe e dyta. Ndaj gjithë drejtuesve të LSI-s në institucione, kjo ka qenë porosia ime gjithmonë. Mos bëni presion ndaj punonjësve. Asnjëherë, jo në fushat elektorale, jo, gjatë gjithë mandatit 4 vjeçar, nuk më shqetëson as pak kush voton Majtas, kush voton Djathtas, kush voton LSI-n apo Partinë Socialiste. Kjo është absolutisht për mua e papërfillshme, nuk shqetësohem. Çdo njeri le të bëjë zgjedhjen e vet.
nuk jam unë tipi i presioneve, se kam bërë asnjëherë dhe s'kam për ta bërë ndonjëherë. Këtë po e shikojmë sot për fat keq nga Partia Demokratike në 2013, nga Partia Socialiste, presione në disa institucione. Jo, sot ne kemi bërë dhe publike. Kryetari ynë ka bërë i Lëvizjes Socialiste për Integrim Gjirokastre ka bërë publik. Presioni që bëhet arsimtarëve për të detyruar për të marrë pjesë në takim, presioni që bëhet punonjësve të OSHE-s për të votuar LSI-n. Unë e kam të freskët fare, po të doni ju, por nuk shqetësohem, prandaj nuk i denoncoj këtë. Nuk shqetësohem fare, sinqerisht po ju them. Në rregull. Presioni që u bëhet punonjësve të OSHE-s që po votuat LSI-n të nesërmen do ikin nga puna, sigur ata e dinë se këtë do votojnë, vota është e fshehtë. Dhe njerëzit do votojnë alternativën që ata e shikojnë si më të mirën, që e shikojnë si një alternativë që do ta gjejnë veten dhe do zgjidhin problemet dhe shqetësimet e tyre. Unë jam i sigurt për këtë dhe prandaj nuk shqetësohem dhe prandaj nuk ka asgjë të përbashkët forma e presionit me mua dhe me LSI-n. Kthehemi pak tek ajo politika e vogël. Në Gjirokastër janë duke u bërë disa investime që në fakt duhet të kishin përfunduar. Ajo që kam vëre në emisionin që kemi bërë, qytetarët janë të shqetësuar. Pse po zvariten punimet në Gjirokastër, firma që vinë nga jashtë, pra që nuk janë nga Gjirokastër, punëtorë që vinë nga jashtë dhe nuk merren nga Gjirokastra, a do të ketë një zgjidhje kjo? E para, unë nuk di që të ketë zvaritje të punimeve. Rruga që shkon në sheshin e Çerçizit ka një vonesë, pse? Po ju a them, sepse hedhja e asfaltit përkonte me kohën shumë të ftohtë në Gjirokastër dhe ka qenë Bashkia e Gjirokastër shumë mirë bëri që e pengoi hedhjen e asfaltit sepse ka disa parametra teknik që unë nuk i di, por inxhinieri i bashkisë ka thënë që nëse asfalti do të hidhet tani, ky asfalt do prishet, sikurse u tentua u hodh një pjesë asfaltit dhe u prish. Dhe ka qenë ai pikërisht që ka thënë duhet ndërpriten punimet dhe ndërpreu bashkia dhe mirë bëri, sepse nuk mund të pretendojmë të bëjmë një vepër sot dhe të prishet nesër. Po. Ndërsa për rrugën tjetër unë e di që është fundi i qershorit, afati i përfundimit të punimeve. Nuk ka asnjë zvaritje. Në fakt rruga që nis që nga Granica duhet përfundonte në 22 nëntor. Kur nëntor? Nëntor të vitit kaluar. Jo. Po. Si nga Granica? Po. Mund të shkoni dhe tabelën të shikoni që duhet përfundonte në 22 nëntor. Nuk e kam të qartë që unë e di që përfundon në fund qershorit. Jo, duhet përfundonte në 22 nëntor. Si mund të mbaronte në nëntor kur në bazë të tabelës që është afishuar atje është e fokusuar. Ndoshta, nuk e di. Nuk e di, është çështje e firmave, por tani firmat vinë nga jashtë apo vinë nga brenda, këto nuk i përcakton as bashkia, as deputeti dhe as qeveria. Kjo është një proces i hapur, tender i hapur, është ligji i prokurimeve publike që është ligji miratuar në parlament dhe është firma që merr veprën, është firma që merr me vlerën më të vogël. S'kemi çfarë bëjmë ne, nuk ndikon dot njëri në tender. Meqense vazhdojnë shumë mesazhe dhe unë do të mundohem të alternojmë që për të respektuar shikuesit e televizionit Kanal 7, sepse minutazhi është pak i shtrënguar, filluam edhe pak në 21:30. Me bërë Mariana thuaj zoti deputet, pse nuk vjen në lagjen Dunavat, na premtuar në ujë 24 orë, ndërkohë na vjen vetëm gjysmë ore. Jam shumë i hapur. Kjo kush është? Ishte zonja Zotri? Nuk mund ta konfirmoj këtë gjë. Atëre në lagjen Dunavat kam qenë dhe në takim të hapur. Prandaj them kush është. Kam bërë takim në lagjen Dunavat. Është premtuar uji 24 orë nga bashkia, është e vërtet, dhe mos harrojmë sot që një pjesë e mirë e Gjirokastrës po merr ujë 24 orë dhe vazhdon investimi që gjithë Gjirokastra në përfundim të mandatit të bashkisë të ketë ujë 24 orë. Ç'lidhje ka kjo? S'është premtim i deputetit Gjirokastrës. Ky është premtim i fushatës elektorale të lokale që është bërë për pushtetin vendor dhe sot vërtet një pjesë e mirë e Gjirokastrës ka arritur të marrë 24 orë ujë. Dhe në përfundim të gjithë projektit, sepse është në vazhdim projekti, do të ketë patjetër gjithë Gjirokastra dhe Dunavati 24 orë ujë. Po kjo zonjë ose zotëri duhet ishte pjesë, nëse do ta kishte me mua, do të vinte në takimin që bëra unë lagjen e vet, të vinte të na ngritë shqetësim. Unë kam qenë në Dunavat dhe nuk e dëgjova këtë shqetësim. Vjen një mesazh nga Lazarati dhe thotë lutem, i thuaj pak deputetit Tavo, çfarë do të bëj për të rinjtë e Lazaratit që janë pa punë? Kjo është një çështje që ne si forcë politike e kemi, mund të thoshja boshtin e programit të Lëvizjes Socialiste për Integrim, punësimin dhe mbështetjen e të rinjve, për një arsimim cilësor dhe për punësimin e të rinjve. Nëpërmjet politikave nxitëse për hapjen e vendeve të punës, edhe dhe këtu nuk bëhet fjalë vetëm për administratën, në mirë kuptoni që padyshim dhe në administratë janë të mirëpritur për të punuar pa përjashtim gjithë ata që plotësojnë çdo kriter për të qenë pjesë e administratës publike. Por nëpërmjet nxitjes së projekteve dhe nëpërmjet politikave nxitëse ndaj bizneseve, biznes të vogël, të mesëm dhe të lartë, të madh,
të krijohet mundësi për hapjen e vendeve të reja të punës. Nga ana tjetër, bujqësia është një sektor duke nxitur investimet në bujqësi dhe duke nxitur fermerët me grande direkte dhe me investime të krijohen mundësi edhe për vetë punësim. Pra, ne kemi një projekt shumë të mirë studiuar dhe detajuar për punësimin dhe për hapjen e vendeve të reja të punës. Deri tani ishte LSI-ja që kritikoi që sepse ne ishim forca politike që kontribuonim për punësim dhe thoshin, do punë shko te LSI-ja, nuk ka lidhje fare kjo. Vërtet është programi i LSI-s. Vërtet është programi i LSI-s që të kontribuojmë për hapjen e vendeve të reja të punës. Ishim ne në Parlamentin shqiptar, deputetët e LSI-s, grupi parlamentar i LSI-s, që bëm paketën nxitse për industrinë fason dhe kaloi e pjeshme, sepse nuk u pranua nga mazhoranca, nga Partia Socialiste, megjithatë ka kaluar dhe sot ka një nxitje të biznesit fason nëpërmjet kësaj pakete dhe është krijuar mundësia për hapjen e vendeve të reja të punës. Është e mjaftueshme? Padyshim që nuk është e mjaftueshme, sepse rritja nga ana tjetër e taksës nga 10% që është bërë 15% ndikon negativisht dhe detyron shumë biznese që të largohen, të mbyllen ose të largohen, të shkojnë në vende të tjera të rajonit që kanë mundësi fiskale më të mira. Kosto modulit. Patjetër. Që në hyrjet e emisionit të ciklit e emisioneve për sa i përket zgjedhjeve të 25 qershorit, ju kam deklaruar që do të lexoj vetëm mesazhet kritike, mesazhet pozitive, secili kandidat që vjen këtu i lexon vetë dhe në fundit derisa janë mbështetësët kuptohet që janë mesazhet pozitive të tyre i lexojnë dhe vetë. Në Gjirokastër ka ikje masive nga LSI drejt Partisë Socialiste, sepse LSI duhet të jetë opozit. Të bësh Petrit Vasilin kryeministër është i vëzgjarin Shqipërisë. Si përgjigjeni kësaj gjëje? Ta lexoj edhe një herë? Edhe një herë po. Në Gjirokastër ka ikje masive nga LSI drejt Partisë Socialiste sepse do të jetë opozit. Të bësh Petrit Vasilin kryeministër është si të vësh zjarrin e Shqipërisë. Si i përgjigjeni? Kush e ka thënë këtë? Një shikues i televizionit. Është shikues, thashë mos është në një deklaratë. Jo, thjesht është mesazh që vjen në studio. Dhe çfarë është ky mesazh sipas zotërisë që ikin nga LSI-ja dhe shkojnë te PS-ja për çfarë? Sepse LSI-ja do të jetë në opozit dhe Partia Socialiste do të jetë në mazhorancë? Këtë e kanë. Pak a shumë kjo është ideja. Atëre, e para se kush do t'i vër apo i ka vënë zjarrin Shqipërisë, këtë do ta vlerësojnë, e kanë vlerësuar do ta vlerësojnë shqiptarët. Petrit Vasili është kryetari i LSI-s. Lëvizja Socialiste për Integrim e thash dhe pak më përpara, po e them dhe tani. Është forca politike që ka kontribuar për stabilitetin e vendit dhe jo për t'i vënë zjarrin Shqipërisë, ashtu sikurse ka ndodhur në dy forcat e tjera politike që për pak sa nuk arriti vije zjarri i Shqipërisë dhe kanë qenë përsëri Ilir Meta që ka thënë publikisht në parlament që unë nuk e lejoj vendin tim të bëhet si Maqedonia. Pra, duhet t'i jap një përgjigje zotërisë që të jetë i qetë sepse LSI-ja ashtu sikurse po vazhdon rrugën e saj të sigurt drejt fitores, do të jetë forca politike dhe elektorati i saj që do qeshin mbas zgjedhjeve dhe zotëria do të jetë një nga ata që mund edhe të qajë mbas zgjedhjeve. Njerëzit e LSI-s nuk janë të lidhur mbas karigës e mbas vendit të punës. Nëse ai i fton njerëzit e LSI-s për të bërë pjesë Partisë Socialiste, më thatë, apo jo, se do t'i sigurojnë një vend pune, po i them zotërisë, përse nuk kanë siguruar njerëzit e saj, njerëzit e Partisë Socialiste deri tani dhe i kanë lënë rrugës. Janë pikërisht njerëzit e Partisë Socialiste që e kanë bërë LSI-n sot pjesa dërmuese. Unë jam një nga ata. Kryetari i partisë time është një nga ata dhe shumë të tjerë të zhgënjyer për ditë që ikin nga Partia Socialiste, sepse i ka braktisur Partia Socialiste, i kanë lënë rrugëve Partia Socialiste, dhe kanë harruar elektoratin e tyre dhe militantët e tyre Partia Socialiste, dhe ja, siç po e shikoni, e thash pak në fillim, po fajsojnë LSI-n. Kemi fajin ne që i kemi marrë njerëzit ton ata, sepse i kanë harruar ata dhe është faji jonë që i harruan ata. I kanë braktisur ata, është faji LSI-s që i braktisin ata. Dhe ata gjetën një stre. Njerëzit duan të gjejnë dikë të qajnë hallet. Kë kanë gjetur në Gjirokastër? Kanë gjetur mua, kanë gjetur deputetin. Kush deputet tjetër ka qenë në Gjirokastër? Mos është faji im për këtë? Prandaj i them zotërisë, të ri i qetë. Dhe nëse do, le të prezantohet që të ballafaqohet me mua edhe personalisht, prezantohet na shkruaj kush është, ballafaqohet edhe personalisht me mua. LSI-ja dhe njerëzit e LSI-s janë shumë të qetë. Dhe LSI-ja dhe njerëzit e LSI-s do të jenë ata që do të qeshin mbas 25 qershorit. Këto zgjedhje ka thënë Ilir Meta, po e them dhe unë, do të jenë surpriza më e madhe zgjedhjet e 25 qershorit, por surpriza edhe më e madhe për zotrin do të jetë 26 qershor. Për ndërtimin e tregut industrial që bllokon hyrjen e dy pallateve, çfarë mund të thoni? Është çështje që nuk merret deputeti me këtë punë, është çështje e bashkisë, kur të vi kryetari i bashkisë të ulet në këtë karige, mund t'ia drejtojmë pyetjen kryetares së bashkisë, por për mua
për mua është shumë e rëndësishme ndërtimi i tregut dhe unë kam lobuar që të vijë investimi për një treg modern në Gjirokastër në mënyrë që edhe tregtarët, por edhe populli i Gjirokastër shkon për të blerë në atë treg të ketë kushtet sot nuk ka as kushtet minimale, por të ketë kushtet optimale si treg edhe për kushtet higjienike, por edhe për kushtet klimaterike dhe çdo gjë. Prandaj investimi i tregut në Gjirokastër për mua është domosdoshmëri për të bërë në Gjirokastër. Pastaj këto problemet që unë i quaj të papërfillshme në raport me investimin që po bëhet, janë çështje që nuk faren nga unë fare. A besoni se në zgjedhjet e ardhshme njerëzit nga jashtë do të vinë të votojnë pasi 2/3 e qarkut të Gjirokastës janë në Greqi? Unë nuk e di çfarë do bëjnë forcat e tjera politike, por padyshim që ne kemi një pjesë të konsiderueshme të elektoratit tonë që janë në Greqi dhe që po punojmë, jo vetëm sot. Unë kam kontakte të vazhdueshme me elektoratin Gjirokastrit që banon në emigracion, jo vetëm sot, po e them 4 vjetërisht kam bërë kontakte të vazhdueshme, pra për mua kanë qenë dhe ata pjesë e pandar e elektoratit dhe popullit të Gjirokastrës dhe kam pas shumë herë raste që kam vajtur, i kam takuar, kemi bashkëbizetuar për problemet e tyre. Jam interesuar sa kam mundur edhe për të zgjidhur problemet, edhe pse nuk kanë të bëjnë me probleme brenda territorit, po jashtë territorit. Ai mundësi sa kishte një deputet, unë kam bërë maksimumin tim dhe pres padyshim që në këto zgjedhje që një pjesë e konsiderueshme e votuesve që janë të forcës time politike, që janë në emigracion, të vinë të na votojnë. Zoti Tavo, a ka shkarkuar drejtorit tuaj antar të Partisë Socialiste pasi janë disa mesazhe dhe konkretisht të bordit kullimeve? Çfarë lidhje ka kjo? Unë se kuptoj. Atëre, zotëria ndoshta nuk e di se çfarë ka ndodhur me bordin e kullimit. Nëse është i Partisë Socialiste, i thuaj që i ka shkarkuar Edi Rama, qeveria, sepse bordi i kullimit është shkrirë dhe ka kaluar në fier. Pra nuk ka shkarkuar asnjë drejtori i Partisë Socialiste, asnjë punonjës të Partisë Socialiste, as të Partisë Demokratike. Mos harrojmë që manovratori i bordit të kullimit, po e them tani ndoshta jo nga mashkullora, është i Partisë Demokratike, ishte derisa doli në pension. Kush e ka ngacmuar? Çfarë lidhje ka kjo? Bordin e kullimit nuk e shkriva unë, e shkriu qeveria, vendimi i qeverisë. Nuk ka më bord kullimi tani si në një ndërmarrje mirëfillt që kalon më përpara se ka kaluar në dispozicion, domethënë si pjesë e përgjegjësive që kanë bashkitë. Ka Gjirokastra, ka Tepelena, ka Memalie, ka Përmeti, gjithë qarku siç ishte në Gjirokastër bord kullimi është ndarë dhe kanë marrë bashkitë. Çfarë lidhje ka drejtori me këtë gjë? Pra për të sqaruar jo personin, unë jam i bindur që është i sqaruar, por për të sqaruar teleshikuesit, sepse personi do të hedhë tym tani dhe për të thënë që janë shkarkuar. Nëse zonë fushatin pra nuk ka lidhje fare, nuk ka asnjë lidhje me bordin. Një tjetër mesazh kam qenë me LSI-n dhe jam, por në zonën e Kardikit nuk e keni mbajtur premtimet. Unë se di për çfarë ka fjalën në zonën e Kardikit zotëria, por ne si forcë politike kemi qenë prezent edhe në zonën e Kardikit dhe në gjitha zonat e qarkut të Gjirokastrës, kemi kontribuar edhe për të investuar në zonën e Kardikit, është ajo rrugë që vazhdon, rruga nacionale, që është investim i ri, i cili ka qenë përsëri lobimi im në qeveri, edhe tek zoti Ahmetaj, Arben Ahmetaj, i cili nuk është sot në Gjirokastër, dua ta falenderoj sepse na ka mbështetur për disa investime në Gjirokastër. Ka qenë pikërisht kontributi im dhe këmbgulja ime së bashku me zotin Ahmetaj dhe pikërisht investimi i zonës së Kardikit ka dalë nga Sokol Dervishi, ministri i LSI-s. Faleminderit për shikueshmërinë e lartë, është absolute, 3 emisione, jeni fantastik që na ndiqni dhe keni besim te televizioni Kanal 7, e shoh që në të gjitha po ndiqemi në mënyrë maksimale. Një pyetje e deputetit, a do të shtrojë rrugën e Istallave në Valare? Është projekt i bashkisë dhe do të bëhet shumë shpejt me sa ka mundi jeni. Zoti Tavo, keni bërë për jugun, por a jeni mirënjohës Partisë Socialiste pasi keni dalë nga radhët e saj? Është thjesht një pyetje, jam duke lexuar pyetjet, ë? Unë jam mirënjohës absolutisht edhe Partisë Socialiste që jo vetëm kam dalë nga radhët e saj, por jam rritur te radhët e saj. Jam mirënjohës gjithë elektoratit që më ka mbështetur edhe kur ka qenë në Partinë Socialiste edhe tani që jam me Lëvizjen Socialiste për Integrim. Padyshim që për mua Partia Socialiste është, si thuaç, një përvojë shumë e veçantë, sepse atje u rita sikurse e theksova, por kam humbur çdo lloj besimi tek ajo forcë politike, sepse nuk është më Partia Socialiste, është rilindje, sepse po të ishte Partia Socialiste, se në fakt Partia Socialiste sot, Lëvizja Socialiste për Integrim është. Gjithë ajo pjesë e shëndoshë e Partisë Socialiste ka kaluar me Lëvizjen Socialiste për Integrim dhe sot po të shikosh, më gjeni një deputet të vjetër përveç Gramoz Urçit, për deputet të Partisë Socialiste që sot e ka dhe Musa Ulqinit, që ka Partia Socialiste në grupin parlamentar. Sot është rilindje, nuk është Partia Socialiste. Unë patjetër që jam mirënjohës dhe Partisë Socialiste dhe elektoratit
të majt Gjirokastrit, por edhe të djathtë që më ka votuar, më ka mbështetur si Vangel, dhe jo si të majt apo të djathtë. Jam mirënjohës çdo njeriu që më ka votuar, por jam mirënjohës nga ana tjetër dhe çdo njeriu që s'më ka votuar, sepse dhe ata kanë kontribuar me votën e tyre kundër që unë të përmirësohem, sepse po e ritheksoj, nuk jam njeri i përkryer, kam dhe unë gabimet e mia, por duke parë që dikush më voton kundër dhe unë ri dhe bëj analizën time dhe them pse voton dikush kundër. Dhe prandaj Vangel Tavo shkon dhe LSI-ja shkon gjithmonë në rritje, ka kurb rritje, sepse unë analizoj çdo rezultat zgjedhor mbas zgjedhjeve, të tjerët i harojnë. Kaq morën mandatin ikin. Ndërsa unë ri bëj analizën pse nuk janë votuar diku, unë dhe LSI-ja, dhe bëj reflektoj pra, nxjerr konkluzionet e arsyet pse nuk janë votuar në X zonë, pse ka marrë kaq dhe jo kaq, ndërkohë që mendoja se mund të kenë marrë më shumë, pra edhe votat kundër kanë ndikuar pozitivisht në karrierën time për të përmirësuar unë veten time. Shikuesit që kanë mesazhe mbështetëse për zotin Tavo, ju kërkojnë ndjes, por nuk do t'i lexoj, për t'i dhënë hapësirë atyre që janë mesazhe kritike. Jam një banore nga Lagja Manalat, po kujtoj zotërisë, para 4 viteve na premtoi një rrugë që është vetëm 100 metra, rruga e Govaçit, që nuk u pa asnjëherë. Atëre, unë e di shumë mirë këtë problem, i thuaj zonjës. Është vërtet një premtim, është rrugë shumë e shkurtër. Do të bëj nga bashkia, por e kanë ndaluar për ta bërë, pikërisht është bashkia që e ka ndaluar me të drejtë, sepse ajo do të bëj shpejt me beton, ndërkohë që atje normalisht në atë zonë kuptohet janë disa vlera të tjera muzeale që duhen respektuar dhe mendimi i specialistëve, dhe specialistët kanë thënë që ajo rrugë nuk duhet bërë me beton, por duhet bërë me kaldrëm, pra do një investim, do një projekt, prandaj ka ndaluar. Është diçka shumë e vogël dhe me sa di unë është vendosur në planet afatmesme të bashkisë për ta realizuar. Pra një diçka që do të bëhet. Të jemi të qartë që unë ju citoj mesazhet siç i shkruani. Jam një fermer nga Nepravishta. Zoti Tavo, keni drejtuar Ministrinë e Bujqësisë. Mund na thoni çfarë keni bërë për bujqësinë në zonën e Nepravishtës? Po të më japësh numrin, do të them dhe emrin kush është në Nepravisht. Tani nuk ka problem fare, duhet të ketë disa zero në mes. Atëre numri. S'ka problem, nuk ka problem, mos u shqetëso. Atëre po ju them, unë nuk kam drejtuar Ministrinë e Bujqësisë. Ndaj thash që po e citoj siç e ka shkruar zotria. Nuk kam drejtuar Ministrinë e Bujqësisë, unë jam mjek, kam qenë ministër shëndetësie dhe kam bërë aq sa munda për gjithë Shqipërinë dhe për Gjirokastrën si ministër shëndetësie, por Ministria e Bujqësisë është drejtuar nga ministri Panariti, që është i forcës time politike. Unë mund të them se çfarë kam bërë për bujqësinë në Gjirokastër, patjetër me lobimin tim. Dhe po ju them vetëm kaq, bëj vetëm një krahasim të shifrave, i kam dhe në telefon, po doni mund t'ja nxjerr dhe ti bëjmë dhe publike nëpërmjet kamerës. Po ju them vetëm kaq që buxheti në këtë 4 vjeçar të drejtimit të bujqësisë nga Lëvizja Socialiste për Integrim është trefishuar në raport me buxhetin e 4 vjeçarit të Partisë Demokratike, kur drejtuesi i Ministrisë Bujqësisë ka qenë dhe deputeti i Gjirokastrës. Më shumë se kaq, më mirë kuptoni. Ndërkohë që bujqësia shqiptare, e kam thënë dhe po e them përsëri, do të kërkon absolutisht shumë më tepër vëmendje dhe shumë më tepër investim nga ana e shtetit. Bujqësia shqiptare kontribon në ekonominë shqiptare me 23% të prodhimit të brendshëm bruto, ndërkohë që merr shumë më pak nga buxheti i shtetit. Në mënyrë që bujqësia shqiptare të kthehet vërtet në një bujqësi intensive, dhe këtu flas për bujqësinë, po flas edhe për lektorin, padyshim, të mirë kuptohemi, duhet patjetër që vëmendja e buxhetit të shtetit, e qeverive të jetë maksimale. Ne themi gjithmonë në programet elektorale, bujqësia bujqësia është një sektor strategjik. Ndërkohë që vërtet po të jetë sektor strategjik, vëmendja duhet të jetë e tillë si një sektor strategjik. Pra, buxhetimi duhet të jetë shumë i madh. Unë po marr vetëm 2-3 shembuj të vendeve të rajonit për të kuptuar se çfarë sektori është dhe çfarë vëmendje ka qeveria ndaj bujqësisë. Marr Maqedoninë. Maqedonia jep në formën e grandeve dhe të ndihmës direkte dhe investimeve fermerëve 145 milion euro në vit. Shqipëria jep 11 milion euro në vit. E kuptoni, Maqedonia vend shumë i vogël. Marr Kosovën, një vend i ri, disa vjeçar. I jep bujqësisë vet 75 milion euro në vit. Shqipëria 11 milion euro në vit. Atëherë si ka mundësi? Si mund të mendojmë ne, të pretendojmë që bujqësia shqiptare do të jetë një sektor që prodhimet dhe produktet bujqësore dhe plektorale të konkurrojnë prodhimet dhe produktet e rajonit? Është e pamundur. Dhe prandaj ne edhe në pikun e sezonit kemi prodhimet e vendeve të rajonit që mbysin prodhimet tona. Nuk arrin dot fermeri shqiptar të shesi sepse është u del kosto shumë e lartë dhe vinë ato me çmime shumë të ulta. Prandaj këtu
këtu duhet të kontribojmë ne. Dhe LSI-ja e ka pjesë të programit të saj, që në vitin e parë do të pesfishoj buxhetin për bujqësinë. Dhe në krye të 4 viteve buxheti për bujqësinë do të jetë 250 milion. Pra, vetëm kështu mund të pretendojmë që të kemi vërtet një bujqësi dhe një blegtori të zhvilluar, që të kemi vërtet prodhimet dhe produktet tona bujqësore dhe blegtorale të konkurrueshme me vendet e rajonit dhe në vend që të jemi një vend importues, të kthehemi në një vend eksportues për vendet e rajonit dhe më gjerë të prodhimeve dhe produkteve tona. Sepse ne kemi dhe përvojën shumë të mirë dhe traditën shumë të mirë në bujqësi dhe në blegtori, dhe nga ana tjetër dhe kushtet klimaterike të vendit tonë janë shumë të mira se vendet e rajonit që sot importojnë. Në fakt mund të dalim në treg përpara tyre për shkak të pikërisht, kushteve klimatike. Ka munguar deri më sot vëmendja e shtetit dhe qeverisë ndaj fermerëve dhe ndaj bujqësisë. Një pyetje që vjen nga Lazarati, a kërkoni vota në Lazarat? Nëse po, kur e keni ngritur zërin për këtë zonë? Unë padyshim që kërkoj vota në gjithë qarkun e Gjirokastrës. Ti jesh deputet, nuk do të thotë ta fragmentosh zonën elektorale, ta bësh pjesë të ngrësh zërin për Lazaratin, atë ngrësh zërin për Jorgucatin tim. Dakor? Padyshim që unë kam bërë maksimalen për gjithë qarkun e Gjirokastrës. Nëse nuk kam ngritur zërin për Lazaratin, e kam ngritur për diçka tjetër, por edhe për Lazaratin e kam ngritur zërin. Dhe kam kërkuar edhe për Lazaratin investimin që të bëhet një urë për të lidhur Lazaratin me fushën, që është një kërkesë e komunitetit të Lazaratit. Ja kam kërkuar vetë kryeministrit këtë investim dhe shpresojmë shumë që në mandatin e ardhshëm ta realizojmë këtë investim. Biles kam qenë në takim, kanë qenë dhe pjesëmarrës fshatar nga Lazarati që më kanë dëgjuar. Pra, jo se nuk e kam ngritur zërin për Lazaratin, ashtu sikurse edhe për shumë zona tjera, për të zgjidhur ato probleme që kanë fshatrat ose ish komuna, njësitë administrative përkatëse. E kam bërë dhe për Lazaratin, ndoshta zotëria s'më ka dëgjuar se s'ka pas mundësi të më dëgjojë. Meqense jemi në zonën e Dropull, me mbrëma Oriana thuaj deputetit Tavo, çfarë bëri për zonën e bujqësisë, për bujqësinë në zonën e Dropullit? E njoh nga afër deputetin Tavo, e përshëndes, por a i thot që do ndihmoj të gjithë të papunët duke hapur vende pune. Ku janë këto vende pune? Më falni, unë duhet t'i tregoj zotërisë ku janë vendet e punës. Vendet e punës janë përveç administratës shtetërore, përveç vendeve në pushtetin vendor, ka vende pune, shqyqy zotin në Dropulli, është zona që ka me 10 iniciativa private, biznes të vogël, biznes të mesëm, bizneset të mëdhaja që sot janë shtylla kryesore e buxhetit të shtetit. Çfarë kërkon zotëria nga deputeti? Ndërkohë që me të vërtetë në Dropull ka shumë mundësi, shumë më tepër mundësi për punësim se sa ç'kan zonat e tjera. Dhe në Dropull, nga mungesa e fuqisë punëtore, këto biznese dhe shumë mirë bëjnë, marrin punëtor nga zonat përreth, nga Nepravishta, Libohova, nga gjithë zona, nga gjithë Gjirokastra. Unë se kuptoj pyetjen vërtet, domethënë. Nëse do në bujqësi, janë atje toka bujqësore që s'po e punon zotëria. Shkoj ta punoj. Dhe shteti, nëse e punon tokën, ta ndihmoj, ta subvencionoj, ashtu sikurse ka ndodhur me ata që kanë qenë të interesuar për të zhvilluar bujqësinë, për të punuar në bujqësi, për të punuar në blegtori dhe janë ndihmuar. Meqense në fakt e prekëm pak më parë, por për shkarkimet nga administrata, le të kthemi edhe një herë shkurt, megjithëse ne tham pak më parë, ka të tjera akuza për drejtorët tuaj, zotit Avo. Këtu flasim, është një mesazh tjetër që vjen për spitalin. Çfarë ka në spital? Largimet nga puna? Kush? Me emra nuk po thuhet. Çfarë largime? Se s'ka asnjë largim nga puna. Ka vetëm në spital vetëm një moment që unë e kam bërë publik, jam përplasur me ministrin e shëndetësisë në komisionin e shëndetësisë dhe këtë e kam parë të gjithë, që në qarkun e Gjirokastrës, zoti Beqa ka bërë 96 shkurtime në spitalin e Gjirokastrës, të Përmetit dhe të Pelenës. Pra qarku i Gjirokastrës ka qenë qarku më i prekur në Shqipëri nga shkurtimet që zoti Beqa ka bërë në sektorin e shëndetësisë dhe janë vërtet sanitare. Janë shkurtuar në mos gaboj tani se s'më kujtohet mirë rreth 13 sanitare. Dhe u bë buj atëre pse u hodh shorti. Po normalisht që shorti është një nga metodat demokratike që është e përcaktuar dhe në zgjedhjen e organeve të drejtësisë. S'është as pak jo demokratik shorti. Sa çfarë duhet të bënim ne? Kishte nga 36 sanitare, ngelën 23, u hoqën 13. Çfarë zgjedhje duhet të bënim ne? Pra vetmi rast në Gjirokastër që janë hequr nga spitali janë vetëm sanitaret që nuk i ka hequr drejtori i spitalit, nuk i ka hequr LSI-ja, i ka hequr ministri i shëndetësisë me shkurtimet. Ka shkurtuar në gjithë qarkun e Gjirokastërës 96 punonjës të shëndetësisë. Dhe më shumë të prekur se Gjirokastra është Tepelena sot që po flasim. Dhe Përmeti, po është Tepelena më shumë. Atje janë bërë më shumë shkurtime në spital.
Dhe për këtë e kemi fajin ne, kam fajin drejtori im apo ministri i shëndetësisë që bëri shkurtimet. Zoti Tavo, po në Libov, cila është mbështetja e LSI-s? Është rritur apo është paksuar? Unë shikoj një tendencë rritje dhe në Libohov. Absolutisht Libohova është një nga trevat në të cilët unë kam pasur një mbështetje shumë të madhe, edhe fal lidhjeve të mia, jo vetëm politike kuptohet, por edhe lidhjeve të mia personale, miqësore, dhe vazhdoj të ruaj këto lidhje, ndërkohë që ka një interesim shumë të madh të rinjve dhe në Libohov, pasi LSI-ja është një forcë politike që mbështetet tek të rinjt. Dhe në Libohov ka një tendencë kohët e fundit nga edhe shikoj këtë gjë tek rinjia për të antarësuar, për të ardhur, për të kontribuar tek forca jonë politike. Zoti Tavo, një mesazh që ka ardhur me emër dhe mbi emër, që thotë janë punësuar nga LSI dhe janë pushuar prap nga puna. Pas 6 muajve punë, duke më thënë, drejtori i spitalit do të futem dikë tjetër. Kush është? Çfarë është? Është një person që ka shkruar emër mbi emër. Kush është tu emër? Azmi Çulla. Po ky është, kam përshtypjen se do të jetë i njëjti numër që të ka bërë dhe për bujqësim, prandaj tash nga Nepravishta. Megjithatë, atëre, zoti Azmi, me që jam direkt në kamerë ta dëgjoj zoti Azmi të jesh pjesë e administratës shtetërore, do të thotë që të kesh dhe ca përgjegjësi, dhe duhet paraqitesh në punë dhe duhet shkosh në punë. Dhe nuk të mban njeri në punë, të jesh jo i LSI-s, por të jesh i kujdo qoftë, nëse ti nuk shkon dhe nuk paraqitesh në punë. Zoti Azmi nuk e di se ku ka qenë dera e spitalit dhe nuk e di ku ka qenë vendi i tij i punës. Pra, nuk ka vajtur në punë dhe është pushuar nga puna. Unë kam një parim, dhe këtë parim e ka dhe LSI-ja. Nuk mbajmë njerëz të cilët janë parazit dhe nuk shkojnë të punojnë, por duan thjesht të shkojnë të sokaqeve, të mbredhin rrugëve dhe të marrin rrogën në shtëpi. Faleminderit për pyetjen e zotit Azmi. Me këto thertore si do i vej halli se sporim dot në lagje? Nuk e kuptoj këtë pyetje. Çfarë halli kanë me thertoret që sporin në lagje? Është kaq që shkruaj dhe asun se kuptoj qartë, kështu që saksoj mirë, ju pyetjen përshëndes për emisionin, jam një dëgjuese nga Memaliaj, por për ne këtej do të kujtohet njëri pasi na ka mbytur fukarallëku. Kanë shumë të drejtë, është shumë e vërtetë kjo gjë. Memalia është për mua në qarkun e Gjirokastës ndoshta qyteti që ka problemin më të madh me papunësinë. Nuk është se kultura është më mirë, por kam përshtypjen që Memalia është edhe më keq sepse në Memalia ka qenë dikur miniera, ka pasur mundësi punësimi. Sot në Memalia me të vërtetë nuk ka pothuajse asnjë biznes, asnjë mundësi punësimi për të rinj, të rejat, por jo vetëm, për gratë, për gjithë ata njerëzit janë moshë aktive për punë dhe që nuk kanë mundësi punësimesh. Në fakt, edhe një fason që ka qenë në Tepelen dhe ishin disa grade nga Memalia që punonin, dhe ai fason u detyrua të largohet se falimentoi dhe falimentoi për shkak të largimit masiv të punonjësve nga fasoneria, ndërkohë që personi kishte një kontratë që duhet dorëzonte në një afat caktuar prodhimet që bënde, ato qepjet, mallin, dhe nuk arriti ta bënde sepse brenda një të shtune dhe të dieli kanë ikur nga 120 punëtorë, i kanë larguar 80 punëtorë për arsye që vetë kuptohet tani sepse kishin rrogë më të mirë të shkonin dhe të kultivonin, të punonin si punonjës, jo se kultivonin ata të zinj. Pra, më mirë kuptonin, domethënë, detyrimisht ajo fasanëri si mundësi e vetme për punuar ca njerëz është larguar nga qyteti i Tepelenës dhe me të vërtetë Memaliaj ka probleme. Unë mendoj që me këto politika stimuluese që forca jonë politike ka ndaj biznesit në përgjithësi, po dhe në veçanti ndaj biznesit fason dhe me interesimin ton, mendoj që do të kthejmë ose do të kërkojmë një industri tjetër, një fasoneri tjetër për ta sjellë në Memaliaj në mënyrë që të zbutet sadopak problemi i papunësisë në këtë qytet. Në shumë mesazhe jeni të paqartë sa që nuk mundem t'i kuptoj dhe atë dhe është e kohë që t'i lexoj sepse as zoti Tavo nuk do t'i kuptoj, por është diçka për të pas treja. Të ka ndonjë të vinë njerëzit, domethënë dhe të mi bëjnë këto pyetje në takimin që jam unë nëpër zona, se shqyr zotin, unë do kaloj, sikurse kam kaluar, do kaloj në çdo fshat, në çdo zonë, nuk do lë asnjë fshat të zonës time pa e kaluar unë apo kandidatë të tjerë për deputet që janë në qarkun e Gjirokastës si pjesë të LSI-s. Në fakt, ju thash që... Okej.
Mesazhet për sa i përket janë një grup të rinj që kërkojnë takim me ju, por unë nuk e kuptoj qartë se ku janë. Të rinj që të kërkojnë takim me mua, e din ku më gjejnë, e di si më gjejnë, të më kontaktojnë me telefonin, të më gjejnë në zyrë, të më gjejnë takime. Jam i kudo ndodhur, do më dhe din vetë mirë që unë jam njeriu më i lehtë për t'u kapur. Zoti Davo, përsa i përket problemeve që keni hasur gjatë kësaj fushate dhe cilat ishin ato që kërkuan njerëzit më shumë, sepse shoh çështja e papunësimit, çështja e strehimit, janë disa gjëra që po kërkohen nga mesazhet e shikuesve të televizionit Kanal 7. Përsa i përket atyre, çfarë një pyetje tani që koalicioni mbaron, ku do të punësohet rinia e LSI-s? Pasi përfituan nga PS do të ngelen në rrugë. I thuaj mos u shqetësoni se koalicioni do të vazhdojë. LSI-ja do të jetë forcë e parë. Ku do të shkojnë të tjerët të shqetësohen dhe jo as rinia dhe as ata që janë të LSI-s pjesë të administratës. LSI-ja do të jetë këtu më e fuqishme se asnjëherë tjetër dhe do ta kërkojnë, nuk do kërkojnë njeri. Zoti Davo, a i trëmbeni blerjes së votas dhe në Gjirokastër dhe a ka blerje votash në Gjirokastër? Ç'është e vërteta është një shqetësim që realisht duhet vlerësuar. Jo për të trëmbur, por duhet vlerësuar si fenomen. Duhet vlerësuar si fenomen sepse që mos t'i kthehemi përsëri situatës para fushatës elektorale ku pikërisht PD-ja ka qenë forca politike që u ngujua për votën e lirë. Pra, kjo ishte arsyeja që u krijua gjithë ky problem, u krijua çadra, u krijua qeveria, etj. Pra, është një shqetësim shumë serioz që duhet vlerësuar. Nuk i trëmbem as pak, as kujt, as një fenomeni, por duhet i trëmbemi të gjithë. Jo unë, të gjithë duhet i trëmbemi, sepse është një fenomen që dëmton rënd imazhin e vendit tonë, dëmton rënd demokracinë, dëmton rënd integrimin e vendit tonë në Bashkimin Evropian, sepse zgjedhjet, procesi zgjedhor, vlerësimi i vëzhguesve për këto zgjedhje do të jenë kriteri bazë për hapjen e negociatave të vendit tonë me Bashkimin Evropian. Zoti Davo, të uroj fitore nga Piskova, bastioni i LSI-s. A ka plane për investime në zonën e Përmetit? Padyshim që ka plane për investime në zonën e Përmetit. Unë theksova investimin që është bërë për rrugën, ndërhyrjes time, për rrugën Biles e kam quajtur atëre që rruga nga Urelekli deri në Përmet është bërë gjithë gropa, e thash, dhe krahasova me rrugët e Kandaharit mbas bombardimeve. Kështu i kam thënë ministrit dhe u detyruan që vuna të investimin sepse kam thënë do votoj kundër. Padyshim që ajo rrugë do përfundoj, është në përfundim, nuk e di çfarë faze është, nuk është çështja ime për ta ndjekur, do përfundoj dhe do ketë dhe investime të tjera në zonat rurale, sikurse ka investime edhe në Përmet, ka investime edhe në Këlqyr, por duhet që këto investime të prekin jo vetëm qendrat e qyteteve, por dhe infrastrukturën e zonave rurale të fshatrave, në mënyrë që ndarja e re administrative që është bërë dhe shumë mirë është bërë, të sjellë dhe bashkimin e shumë njësive administrative me infrastrukturë jo të përshtatshme, të mundsoj ndërhyrja në infrastrukturë dhe investimet në infrastrukturë të mundsojnë afrimin e atyre fshatrave, zonave të largëta me qendrën e bashkisë tyre me qytetin. Dhe unë mendoj që prioritet kanë absolutisht të gjitha zonat rurale, infrastruktura e këtyre fshatrave, pra të zonave rurale, dhe është pjesë e programit të forcës tonë politike që ne të investojmë barabart edhe në qytete, në qendrat e qyteteve që shumë mirë po bëhet, por të investohet edhe në zonat rurale, ashtu sikurse duhet investuar dhe në rrugët nacionale. Shikoni një pjesë rrugë Ngeli sepse s'ka fonde. Pra, kemi përqendruar më shumë fonde tek qendrat e qyteteve, nuk bëj kritika për këtë gjë, por duhet të shikohen përfundimi i zonave i rrugëve nacionale, duhet rrugët rurale, mos ngelemi kështu, pra të vazhdojnë investimet në rrugë rurale në mënyrë që të mundsojmë afrimin e fshatit sa më shumë me qytetin. Edhe produkteve të tyre. Absolutisht. Faleminderit Përmeti për vëmendjen. Si shpjegohet zoti Davo gjendja mirushe e spitalit? Historikisht Gjirokastra ka qenë qendra e jugut dhe meriton të ketë një spital shumë modern, që të përgjigjet nevojave të rajonit, po jemi të detyruar të drejtohemi Janinës për të zgjidhur problemet. Asnjë nuk po bën gjë për këtë drejtim. Është e vërtet. Unë
përsëri kur u miratua buxheti para 2 vitesh, i kam kërkuar ministrit Beqja për të rikonstruktuar maternitetin e Gjirokastrës, sepse ishte në gjendje të mjeruar. Dhe e ka vendosur investimin dhe ka deklaruar dhe publikisht që ka qenë një kërkesë e deputetit Tavo, kur erdhi në Gjirokastër që inauguroi, ka thonë, ka qenë një kërkesë e deputetit Tavo dhe unë si pjesë e Komisionit të Shëndetësisë kam kërkuar këtë gjë. Është e vërtetë që spitali i Gjirokastrës ka shumë probleme. Probleme jo vetëm spitali i Gjirokastrës, por dhe shumë spitale të tjera. Pothuajse gjendja është e njëjtë kudo. Në Gjirokastër, si një spital rajonal, ndihet shumë edhe mungesa e mjekëve specialist, por nga ana tjetër ndihet shumë edhe mungesa e investimeve në spital. Unë e kam thënë edhe në takimet e mia me elektoratin, por e them edhe këtu, që sistemi i shëndetësisë është një sistem që vuan nga nën financimi. Nuk kam financime të mjaftueshme për shëndetësinë, por nga ana tjetër, ndërkohë që kemi një sistem të nën financuar, që ka shumë kërkesa dhe që duhet financuar shumë më tepër, minimalisht 3 fishi, por shikojmë një fenomen që ka ndodhur në këto 4 vite nga ministri Beqja. Ndërkohë që e ritheksoj e kemi të nën financuar, ne i heqim 1/3 e këtij buxheti sektorit shëndetësisë dhe ja kalojmë koncesioneve. Pra kemi koncesionuar një pjesë dërmuese të shëndetësisë, qoftë check-upi, qoftë laboratoret, qoftë mjetet sterilizimi mjeteve tjera. Dhe ndërkohë që këto koncesione janë dhënë në mënyrë të pastudiuar, në mënyrë klienteliste, kushërinjve, njerëzve, njërëve tjetër, do dalin, do ketë, besoj, drejtësia nuk do ta lërë me kaq këtë punë. Ndërkohë që nuk është parë kosto eficienca e këtyre koncesioneve, ndërkohë që nuk është parë impakti i këtyre koncesioneve tek pacientët. Ne kërkojmë, dhe shëndetësia këtë duhet bëjë, çdo drejtues i shëndetësisë duhet të kontribuojë shëndetësia për rritjen, pra nëpërmjet buxhetit, nëpërmjet burimeve njerëzore për rritjen e cilësisë dhe sigurisë së shërbimit shëndetësor ndaj pacientëve tanë. Po si mund të bëhet kjo gjë? Ndërkohë që kemi një sektor të nënfinancuar, shkëpusim 1/3 e këtij buxheti dhe e japim privatit. Nuk jam kundër privatit. Gjithmonë kam qenë pro bashkëpunimit të sektorit shëndetësor privat me publik, por gjithmonë kam thënë që duhet të jetë konkurrues, duhet të jetë dhe plotësues. Atje ku nuk mundet shteti të kontribuojë privati, atje ku s'mundet privati, rëndësi ka që pacientët shqiptarë të gjejnë shërbim cilësor dhe të sigurt. Por si mund të pranoj unë që fondet e taksapaguzëve shqiptar të shkojnë nga buxheti i shëndetësisë dhe të jepen privatit 1/3 e tij? Atëherë çfarë presim ne? Që të jetë më mirë kushtet në spitalin e Gjirokastrës apo në spitalet e tjera të Shqipërisë, ndërkohë që edhe më përpara nuk kanë qenë më mirë se kishte mungesë buxheti, mungesë financimi. Pra, ne kemi qenë gjithmonë kundër, unë kam qenë kundër në Komisionin e Shëndetësisë, kam qenë kundër në Parlament, ne si forcë politike kemi ndërmarrë një iniciativë ligjore për të ndryshuar ligjin për koncesionet, është bllokuar nga Partia Socialiste kjo iniciativë ligjore dhe është sot në Parlament, ta dini, ndërkohë që ne themi që të gjitha këto koncesione abuzive do të rishikohen në qeverisjen e ardhshme, ku Lëvizja Socialiste për Integrim do të jetë pjesa kryesore e qeverisë së ardhshme. Rruga e qesoratit a kanë kaluar pengesa, a do të bëhet? Nuk kam asnjë pengesë, ka mbaruar dhe procesi i tenderimit, nuk e di a është bërë lidhja e kontratës, sepse nuk jam në korrent, domethënë nuk jam çdo ditë i interesuar për këtë gjë, por ka mbaruar dhe tenderimi, ka mbaruar çdo gjë, nuk e di, pritet lidhja e kontratës dhe janë procedura ligjore që nuk varen nga unë dhe do filloj patjetër investimi, mendoj brenda 10 ditësh të ardhshëm. A do të shkoni në Zenelej, zoti Tavo? Padyshim që do shkoj në Zenelej. Kjo është e pyetja. A do të shkoni në Zenelej? Kam qenë në Çepun, kam takuar dhe njerëz në Çepun, por padyshim, kudo do shkojmë. Me mbrëma, jam një banor i zonës së Zagories. Mund ta pyesni pak zotin Tavo për rrugën e Zagories, ka një jetë që premtohet? Nuk e kam premtuar asnjëherë asfaltimin e rrugës së Zagories, sepse është një nga premtimet që e di shumë mirë që nuk është kollaj për të realizuar nga një deputet. Edhe kryeministri po të isha do ta kisha mentuar për ta premtuar asfaltimin e rrugës së Zagories, por padyshim gjithmonë kam kontribuar edhe në 4 vjeçarin e mëparshëm për të siguruar fonde për të mbajtur, le ta quaj unë, po edhe nga Banka Botërore është siguruar një fond, flas para disa vitesh për mbajtjen e rrugës nga Poliçani drejt Nivanit, ndërkohë që si vjet ka filluar investimi në pjesën e rrugës së Pogonit, që kontribon patjetër ndihmon edhe
komunitetin e Zagorijës, por përsëri po e them që edhe në takim që kam pasur me komunitetin e Zagorijës, me popullin, se kam qenë në Zagorije, në fushat, por edhe sot nëpërmjet ekranit tuaj nuk mund të bëj një premtim të tillë, sepse e din shumë mirë zagoritët që mua më kam pasur pjesë të tyre gjithë këto vite, kontakte të vazhdueshme fizike, më kanë gjetur, i kam gjetur, do takohemi, dhe nuk jam nga ata që mund të premtoj diçka që nuk e ndjej se mund ta bëj, sepse e di që do të jem përsëri në kontakt me ata dhe nuk dua që të kthej kokën. Unë personalisht jam duke parë edhe televizionin Kanal 7, po testojmë edhe veten tonë dhe në një farë mënyrë jam shumë e kënaqur, ndërsa nga ana tjetër Zotavo po bën punën e vet si deputet apo kandidat dhe politik, unë po shoh anën e televizionit, jam jashtëmase e kënaqur. Jeni mirë. Po jo jem jashtëzakonisht mirë. Sot. Veçanërisht sot. Jo, faktikisht kemi ardhur gjithmonë në rritje. Dhe është një mesazh shumë interesant, duket që kamera që është high definition, faleminderit e ka bërë punën e saj, në sy tuaj shihet frikë. Keni frikë nga humbja e sigurt apo nga fitoria e sigurt? Edhe një herë. Në sy tuaj shihet frikë. Nga keni frikë, nga humbja e sigurt apo nga fitoria e sigurt? Bobosa shumë mesazhe. Që ta pyes është femër apo mashkull, se si shumë me vëmendje ka parë sytë e mi. Nuk jam të përgjigje për këtë. Vetëm frikë nuk njoh fund, vetëm frikë nuk kanë sytë e mi, përkundrazi në sytë e mi shikohet vetëm fitore dhe fitore e sigurt dhe fitore surprizë në 25 qershor që LSI-n po e ritheksoj, do ta shikojmë forcë të parë, do ta shikojmë me më shumë përgjegjësi qeverisëse në mandatin e ardhshëm dhe kjo do të duket erdhën ditët, 15 ditë ngelen akoma. Pra vetëm frikë, nuk e di se si e ka parë frikën zotëria, ndoshta paksa lodhje nga kontaktet e vazhdueshme me njerëzit, nga lëvizjet e vazhdueshme, por Vangjeli nuk njeh frikë. Pyetje pak zotin Tavo, çfarë ka bërë konkretisht gjithë këto vite për Gjirokastën dhe çfarë do të bëj që të dim pse ta votojmë? Është një pyetje që gjen vend ndoshta që në fillim të bisedës tonë. Padyshim që unë në gjithë këto vite, pikë së pari, kam mbajtur një premtim në Gjirokastër, në gjithë të qark. Kam mbajtur premtimin e të qenit fizikisht në Gjirokastër, si deputet, dhe jam fizikisht në Gjirokastër vazhdimisht çdo javë. Kam mbajtur premtimin e kontakteve të vazhdueshme me Gjirokastërën dhe jam i vetmi deputet që kam mbajtur kontakte të vazhdueshme me Gjirokastërën. Kam mbajtur premtimin që edhe pse të tjerët më akuzojnë dhe thonë, po na përmend vetëm një telefon, por mos harroni që ky telefon në një moment caktuar zgjidh shumë probleme të mëdha, qofshin këto shëndetësore apo dhe probleme tjera, të cilat unë i kam zgjidhur edhe nëpërmjet telefonit, sepse njerëzit nuk e kanë mundësinë nga maja e një fshati progonata apo ku diun nga që të më vinë të më kontaktojnë fizikisht, po ja që telefoni shërben dhe unë i kam shërbyer njerëzve në çdo zonë në 24 orë, në 24 dhe kam provuar, ndonjëherë kam bërë dhe test, po të marrim kod Vangjel, thonë thjesht thonë që hap telefonin. Pra, unë i kam shërbyer Gjirokastrës dhe do vazhdoj të shërbej Gjirokastrës. Kjo është një nga arsyet që padyshim mua më ka arritur, do të thoshja unë, përveç përgjegjësive që më rrisin njerëzit, pra elektorati gjithmonë në rritje, më ka arritur besimin tek mbështetja e njerëzve në qarkun e Gjirokastrës dhe këtë e ndjej për ditë. Nga ana tjetër kam bërë maksimumin që mund të bëj një deputet duke lobuar pranë qeverisë shqiptare, duke punuar edhe në parlament, edhe në komisionin përkatës që jam në parlament të shëndetësisë dhe të çështjeve sociale, duke punuar me çdo ministër në veçanti për shumë çështje që kanë qenë problematike për qarkun e Gjirokastrës. Dhe mendoj që më shumë se kaq një deputet nuk mund të bëj. Po e them, jam sot deputeti i vetëm në të gjithë Shqipërinë që nuk kam ndruar kur zonë elektorale. Të kandidosh për herë të parë në qarkun për herë të shtatë, më falni, në qarkun e Gjirokastrës, pa ndryshuar zonë, besoj se do të thotë shumë, jo pak. Është guxim për një njerëz që kandidohet për herë të shtatë, që të përballet me elektoratin, ndërsa për mua është kënaqësi që të kandidoj për herë të shtatë, të përballen me elektoratin dhe e kam kënaqësi në të gjithë këto takimet që kam bërë të gjej për ditë më shumë mbështetje edhe më të madhe të njerëzve
ndaj Vangel Tavos dhe Lëvizje Socialiste për Integrim. Zoti Tavo, për lagjen fushën e Pravishta do të realizohen ndonjëherë premtimet? Është një premtim për fushën e Pravisht për të bërë rrugën, investimin e rrugës. Ata e dinë shumë mirë se çfarë ka ndodhur 4 vite më parë kur ky investim ka filluar dhe kush e ka ndërprer investimin. Nuk besoj se ka nevojë për më shumë hollësi, por padyshim që do të realizohet premtimi i investimit të rrugës. Po në Manalat, në zonën e sipërme, rrugët nuk janë rregulluar. Po padyshim që ka probleme kudo, nuk mund të flasë deputeti tani për një rrugicë në një fshat, në një zonë, në një lagje. Padyshim që ka probleme, edhe në Manalat ka probleme. Është mesazh që kudo duan ndërhyrje, kudo do investime, por mos harrojmë, duhem parë dhe mundësitë që kanë bashkitë. Duhet parë mundësia që ka Bashkia e Gjirokastës, Bashkia e Dropët, Bashkia e Libohovës, e Këlqyrës, e Përmetit, shënë si ka të gjitha për Tepelende me Maliaj. Mos harrojmë që buxheti u bë ndarje administrative, u zmadhuan shumë teritoret e bashkive, u rritën shumë përgjegjësitë që kanë bashkitë edhe shërbimet që i dhanë bashkisë. Ndërkohë që po të bëjmë një krahasim të buxhetit të grandit, të pakushtzuar, që i jepeshin çdo njësie më vete, flas për Gjirokastrën tani, ish bashkisë Gjirokastrës dhe 6 njësive administrative që janë bashkuar Gjirokastrës, po t'i mblidhnim bashk, bëjnë shumë më tepër, kishin shumë më tepër fonde se çka sot një bashki e madhe. Pra, shumë më tepër kompetenca, shumë më tepër përgjegjësi, shumë më tepër probleme, ndërkohë që buxheti që është dhënë është shumë më pak. Atëherë duhet të mirëkuptojmë jo vetëm kryetaren e bashkisë që është pjesë e LSI-s, çdo kryetar bashkie sot, në gjithë Shqipërinë dhe në gjithë qarkun e Gjirokastrës, që kanë problem shumë të madh me buxhetimin, me financimin. Është një mesazh që duhet ta lexoj. Përshëndetje zoti Tavo, si ka mundësi që njerëzit me probleme fizike nuk i përkrahen njerit dhe nuk i punësojnë? Unë nuk jam nga ta njerëz që nuk përkrahen njerëzit me probleme fizike, përkundrazi, kam raste që nuk dua t'i përmend sot. Jo, në fakt ai nuk thotë se nuk i përkrahen, flet përgjithsisht, si ka mundësi që nuk. Është e vërtet që shpeshherë lihen në arrest, por edhe në Komisionin e Shëndetësisë kam bërë debat edhe me Ministrin e Punës dhe Çështjeve Sociale, por edhe me ato të shëndetësisë për shumë çështje që kanë të bëjnë me lehtësitë që duhet të përfitojnë edhe për punësim, por edhe lehtësitë tjera që duhet të kenë këta njerëz janë vërtet stres në nevojë. Unë mund të them që si forcë politike, edhe si Vangel, por edhe si forcë politike i kam përkrahur. Unë kam treguar edhe në Këshillin Bashkiak, kam sot doktoreshën e nderuar që e keni para. Prandaj them që më lini mos përmend emra, kam dhe shumë emra të tjerë që i kam ndihmuar, i kam punësuar, sepse ndjej vërtet që këta njerëz janë pjesë e shoqërisë dhe për mua, pavarësisht problemeve që mund të kenë, janë pjesë shumë aktive e shoqërisë dhe janë pjesë edhe shumë intelektuale e shoqërisë. Para 4 vjetësh në Lekël keni premtuar asfaltimin e rrugës. Kur do të filloj puna? Do të bëhet dhe rruga e Leklit, ti thuash zotërisë. Është vërtet një premtim që është bërë në fshatin Lekël. Bëhet fjalë për një rrugë jo shumë të gjatë. Nuk kemi arritur që ta sigurojmë financimin për rrugën e Leklit, por do të vazhdoj të loboj derisa që ta realizojmë këtë projekt. Është projekt i vogël, nuk është projekt i madh. Mesazhet janë pafundme, gjithsesi jemi në Kofshate, kam përshtypjen se në zonën tuaj zoti Tavo do të vi. Janë disa mesazhe që në një farë mënyre do t'ja kalojmë zotit Tavo, t'i lexoj, janë të shumta, kemi kaluar më shumë se 1 orë gjysmë në transmetim. Personalisht jam shumë e kënaqur, kemi 3 ditë rresh që jemi në transmetim live si në televizionin Kanal 7, ashtu dhe në rrjetin social Facebook dhe shikueshmëria është jashtëzakonisht e lartë. Faleminderit që keni besim tek ne, kjo është një vlerësim shumë i madh për punën tonë. Mesazhet vijnë pafund, nuk e di nëse mundem t'i lexoj të gjitha. Libohova kërkon vëmendjen tuaj zoti Tavo për të vajtur, nuk e di a keni shkuar apo jo, sepse kam qenë në takim Libova, patjetër. Rruga e Plesatit, janë disa mesazhe për rrugën e Plesatit. Është parashikuar nga bashkia që një pjesë e rrugës, pjesë të vështira të rrugës Plesatit të zgjidhen. Disa mesazhe janë krejtësisht pa qarta dhe nuk i kuptoj. Në momentin që si kuptoj, kam përshtypjen që dhe zoti Tavo do ta ketë vështirë. Marrëdhënia me Edi Ramën si i keni? Ju ka cilësuar tradhtar? Është një pyetje? Edi Rama? Po. Si i keni marrëdhëniet me Edi Ramën pasi ai ka cilësuar tradhtar?
Ndoshta në fillim ka qenë një moment emocional kur zoti Rama mund ta ketë thënë dhe këtë fjalë, po unë kam pas bashkëpunim shumë të mirë me zotin Rama në gjithë këto vite, sidomos në këtë 4 vjeçar që ishim në koalicion me Partinë Socialiste, i kam shumë të mira marrëdhënie. Socialistët dinë që kur Rama ka ardhur në Gjirokastër, ka shpenzuar më tepër kohë me mua se sa me drejtuesit e Partisë Socialiste, kështu që nuk kam asnjë problem me askënd në politikën shqiptare, jo vetëm me zotin Rama. Unë arsyet e largimit tim nga zoti Rama i kam bërë publike, nuk besoj se është momenti sot që të ridiskutojmë ato arsye, ajo është moment që ka kaluar, nuk kam asnjë problem. Vazhdojmë të bashkëpunojmë sot në mazhorancë, nesër ndoshta të ndara në opozitën e në mazhorancë varet. Zoti Tavo, a i trëmbeni përballjes me kandidatët që janë rival në debate televizive? Pikë së pari, ju lutem, kushdo që e bën pyetjen ta ritheksoj. Vangjeli nuk njeh frikë, nga asgjë. Sinqerisht, nuk e di. Unë jam një qenie njerëzore që nuk e njoh frikën. Aq më tepër nga përballja me rivalët, me kandidatët. Jam i gatshëm të përballem me çdo kandidat publikisht dhe jo vetëm në studio televizive, por ta bëjmë publikisht në një ambient të hapur, të vinë, të na dëgjojnë gjithë Gjirokastra, ka mundësi të jetë kështu, unë nuk e kam fare problem, sinqerisht, në çdo moment. Pra, të heqim fjalën frikë, është më mirë thuhet, a je i gatshëm ta bësh? Frikë nuk kam. Jam i gatshëm ta bëj në çdo moment. Mesazhet janë pafund, ndërkohë që e thash edhe pak më lart, kemi shumë gjatë në transmetim të drejtë për drejtë. Nga ana ime sinqerisht faleminderit për vëmendjen dhe besimin që keni te televizioni Kanal 7, kjo është shumë e rëndësishme për ne. Na vlerësohet puna që bëjmë. Gjithsesi, mesazhet e tjera do t'i lexoj vetë zoti Tavo. Patjetër, të gjitha mesazhet do t'i marr dhe numrat e telefonit ju lutem që unë nëse ka diçka që duhet kontaktoj, do kontaktoj. Si shikoni vijimin për respekt të shikuesve kam bërë të pamundurën për të lexuar gjitha ato që kanë qenë komplimenta, nuk i kam lexuar, është e mirëkuptueshme, kështu që nuk lexove komplimentat? Po nuk i lexova ato. Pa ato patjetër, është e sigurt. Ndërkohë që komplimentat pafund keni edhe në rrjetin social Facebook, ato i keni direkt që mund t'i i falenderoj të gjithë pa përjashtim. Zoti Tavo, si shikoni vijshmërinë e fushatës elektorale, ndërkohë që kanë mbetur shumë pak ditë drejt 25 qershorit, shikoni që do të ketë një rritje të tensionit, parashikoni problematika, apo do të jetë një situatë e qetë pasi qarku Gjirokastës ka treguar gjithmonë që ka kulturë për sa i përket etorisë? Unë do flas për forcën time politike. E kam thënë që ditën e parë të fushatës dhe do vijojmë në gjithë fushatën elektorale të ruajmë këtë standard të komunikimit me elektoratin. Parashtrojmë programin ton, alternativën ton, dhe do t'jetë elektorati ai që do vlerësoj. Kush është alternativa më e mirë dhe do ta votoj. Ne nuk atakojmë njerëz. Ndërkohë që po i ritheksoj nga dy forcat e tjera politike, vazhdojnë të atakojnë vetëm mua, vetëm LSI-n, nuk kam parë të flasin për program elektoral, flasin për telefon, flasin për blloqe me numra telefoni, nuk e di çfarë thonë. Për program elektoral nuk kam parë. Unë që të atakoj kandidat, nuk e kam pjesë të karakterit tim dhe të filozofisë time në fushata elektorale dhe nuk do ta bëj. Tani, nëse ata do vazhdojnë si kam dëgjuar, nëse do vazhdojnë të merren me retorika, me mua, me LSI-n, është çështja e tyre, le të vazhdojnë. Unë do mbaj premtimin që i kam dhënë elektoratit që ditën e parë të fushatës. Ky është standardi i LSI-s. Nëse do krijohet ndonjë problem, po ju garantoj që nuk do të jetë shkaktare LSI-ja dhe LSI-ja do bëj do krijoj kur problemin më të vogël në fushat. Më shumë të interesuar se kushdo tjetër në Gjirokastër dhe në gjithë Shqipërinë për zgjedhje të lira, të ndershme, padyshim është LSI-ja sepse e di mirë rezultatin që ka. Më shumë se kushdo tjetër. Nëse do të ketë probleme, do të krijohen nga forcat e tjera politike. Por nuk shkon pikërisht për këtë që thatë ju, për nivelin e kulturës që manifeston qarku i Gjirokastrës, nuk do të shkoj asnjë problem, nuk shkon asnjë problem në fushatën elektorale, asnjë debat jashtë debatit të kulturuar politik në fushat dhe asnjë incident, se nuk është pjesë e kulturës Gjirokastrës të qarkut tonë. Megjithatë, unë i bëj thirrje gjithë t'i quaj kundërshtar, nuk ka rëndësi fare, gjithë kolegëve të mi kandidat që janë sot, që të ruajnë këtë standard në fushatën elektorale dhe të vazhdojmë me qetësi gjatë gjithë fushatës elektorale dhe të arrijmë vërtet standardet
dhe të plotësojmë standardet e një fushate zgjedhore për të një dite të qetë zgjedhjesh dhe të zgjedhjeve të lira dhe të ndershme dhe demokratike, sepse sot jemi jo vetëm në sytë e gjithë opinionit mbar shqiptar, por jemi edhe në sytë e opinionit ndërkombëtar që presin nga vendi ynë që të realizojë pikërisht këto standarde në këto zgjedhje. Zyrtauk, në atë karike kanë bërë të njëjtën pyetje edhe të majtëve dhe të djathtë kandidatë që janë në garë, kanë bërë të njëjtën pyetje dhe në fakt më kanë përgjigjur të njëjtën përgjigje. Pretendojnë që pas 25 qershorit, si Partia Socialiste, si Partia Demokratike do të jetë 3+. LSI-ja si do të jetë? Çfarë janë ç'është kjo 3+? Kandidat, fitoria pra. Do me thënë 3 njëra, 3 tjetra, 6. 5 ka Gjirokastra. Jo, në fakt secili ka deklaruar që do të fitojë 3+. 3+ ka deklaruar Partia Socialiste, 3+ ka deklaruar dhe Partia Demokratike. 3+ është not maksimale. Çfarë do të marrë LSI-ja nga 25 qershorit? Dëgjoni, unë nuk flas me numra. Unë di vetëm një gjë. LSI-ja do të jetë forcë e parë politike në qarkun e Gjirokastrës. Do të kemi 3+, 2+, këtë do ta shikojmë kur të mbarojë numërimi i votave. Por një gjë ju garantoj dhe jam gati të përballem me çdo njeri dhe të, më fal, ndoshta nuk është etike në emision, të vë bas në çdo njeri që LSI-ja do të jetë forca e parë politike në qarkun e Gjirokastrës në datën 25 qershor. Me këtë jam gati, po ju them, ja ku e dëgjoni në emision, më ftoni në 26 kur të ketë përfunduar 27 numërimi i votave dhe do flasim përsëri. Atëherë mesazhet po vijnë pafund, gjithsesi kemi arritur në fund. Do të kemi mundësira të tjera për të komunikuar, pse jo edhe me zotin Tavo, nëse do të kemi një mundësi përpara 25 qershorit kjo mbetet për të parë, por gjithsesi faleminderit për Medet, faleminderit me Maliajt, faleminderit qarkut Gjirokastrës DRS-i, që vëmendjen e kemi pasur absolute, është një vlerësim për punën tonë. Zot Tavo, më lejoni t'ju uroj suksese në punën tuaj dhe të arrini objektivat tuaja. Edhe unë ju falenderoj shumë për mundësinë që më dhat që të komunikoj me popullin e qarkut Gjirokastrës dhe falenderoj edhe të gjithë teleshikuesit që na kanë ndjekur sot. Do të shihemi sërish me transmetimin live të drejt për drejt, miqtë e Facebookut, faleminderit që ishit kaq të shumë, gjithsesi, meqense jeni duke e ndjekur, vazhdoni të na ndiqni edhe në valët e televizionit Kanal 7, përfundojmë sot këtu, por transmetimet maraton deri në 25 qershor që sigurisht do të jemi live, pasi jemi vetëm televizion që e nisëm si traditë të tjera të thjesht na kopjuan, keni live edhe numërimin e votave, bashkë natën e mirë.